Përshëndetje shenjë dashit, si jeni, si kaloni, me sot data 13 dhe hënë të plot në shenjën e peshore, direkt përballë jush. Doja të dija, do të thënë jam kureshtarje të di në këto ditët para kësaj kurmimit të sot të hënës. Keni pas debate me persona afër jush, keni pas konflikte me veten tuaj, keni pas dilema të mëdha që s'dini çfarë përgjigje t'i jepni në lidhje me, ndoshta edhe me mundësi që u keni dhënë individëve të caktuar, apo me mënyrën se si prisit gjërat të vinin dhe nuk erdhën siç deshët ju. Nuk e di, pres momentet tuaja të shikoj, por që po, kjo është një hënë e plot që e ka goxha, do vazhdoj deri aty nga fundi i muajit, derisa të kulmojmë në hënën e re, e cila do ju japi mësime ose do mundohet ju zgjoj pak nga gjumi. Të shikoj se si të reflektoni secili prej jush, po së do jetë do i mi pres komentet tuaja, më tepër juve të dhjetëdiqit të fundit të shenjës së dashit. Si do që ditë këtu jemi në takimin tonë gjithmonë të përjavshëm për të analizuar javën se si do ju shkoj, dhe fillojmë direkt për ditën e hënë. Sigurisht nuk harroni të më ndiqni në YouTube Zodiac Oracle, aty keni gjitha parashikimet e muajit për çdo ditë, edhe data të rëndësishme, kështu që mos hezitoni. Tani përsa i përket ditës së nesërme, dhe këtu nuk e kam fjalën për të dhjetëdiqit të fundit, ju akoma keni gjëra për të parë për të sistemuar, më tepër ju që jeni përkisni të parit dhe të dytit, le të themi është një moment ku diçka e rëndësishme ju pret, përsa i përket shoqërisë pikë së pari, do me thënë, duket se gëzoheni nesër, duket se është ditë gëzimi, ditë çiltërsie, ditë ku i merri gjërat lehtë kollaj, një lajm që do merrni ju gëzon pa mas, një projekt, objekt, kështu plan që mund të kishit dhe kërkoni të realizohet në fal miqve, suportit që miqt ju falin. Do me thënë, kjo është një ditë shumë e bukur në nesër, për të festuar një nisën të re që mund të keni në jetën tuaj, ose thjesht për të marrë lajme të mira në lidhje me një projekt tuaj, ose diçka që prisnit të aprovoj. Çfarë do gjë ka të bëj me dalë, argëtohem një person të rinj dhe zgjeroj rrethin shoqëror, favorizohet ditën e nesërme. Përsa i përket pastaj ditës së martë, dita e martë është dita ku vesi avash merr fund. Do me thënë, nuk është vetëm vesi, unë shumë bukur e përshkrova se do ta dëgjoni besoj atë postimin tim rreth kësaj hëne të plot. Kjo është një hënë e plot që të paktën për ju vjen për t'ju ndihmuar të ishni qafe, frikë, fobi, çfarë do gjë ju ka mbajtur të bllokuar në realizimet tuaja, dhe po këtu bën pjesë edhe vesi, sikurse po e them, që mund të jetë çfarë do gjëje, që nga çfarë do gjë mund të jetë, mos të domethënë, nuk e di etiketa tani, por që ajo çka po ndodh me ju është ditën e martë ju kuptoni se nuk keni më frikë as nga individ të caktuar, as nga vetja juaj, as nga fobit tuaja, do me thënë avash po çliroheni nga këto ndikime astrale që ju realisht, por që po ikë negativiteti nga ju avash dhe rruga po hapet. Do me thënë, do ndjeni shumë të zhbllokuar, ose po ndjeni se një bare madhe po ikën nga supet tuaja, ose një fiksim që mund të kishit për një person të caktuar nuk do e keni më, ose thjesht diçka që është e bërë fiksim në tru nuk do jetë më aty, dhe do ndjeni më të lirë për të vazhduar përpara. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku sido që të jetë, mundoni të jeni të duruar, mundoni të mos nxitoni në mënyrë se si flisni, si kaloni det tuaja, si doni të bëni të tjerët t'ju kuptojnë. Mund të flisni shumë, por mund të mos arrini asnjë gjë. Kështu që le të themi dita e mërkur nuk favorizon vendimarrje të rëndësishme, nuk duhet të jeni shumë në qendër të vëmendjes, mundoni të jeni sa më të thuash imparcial atje ku mund të jeni të tillë. Nxitimi mund t'i kushtoj shumë ditën e mërkur dhe mund t'ju prishi punë, sidomos në lidhje me një ide që doni të kaloni, ose me nëse nëse duhet të bini dikë që t'ju mbështesi diku. Këtu nuk jeni në momentin tuaj më të mirë të mundshëm. Atje do thosha përkundrazi, doni t'i bëni gjërat shpejt, nuk kjo më t'ju kushtoj. Mirë është t'i merrni gjërat avash, e kundërta do me thënë. Tani përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku përsëri duket se diçka mungon. Do me thënë ta thuash dita e mërkur është dita ku mirë është mos ta angazhoni me gjëra të mëdha. Ditën e mërkur dhe ditën e enjte mirë është të qëndroni thash pasiv. Më mirë të qëndroni pasiv dhe të shikoni ngjarjet rreth jush se si zhvillohen, sesa të merrni dhe ju pjesë në këto ngjarje që nuk çojnë gjikundi, sepse mund të jeni duke u përpjekur kohë, duke harxuar
kot energji nga vetja juaj dhe në fund mos të arrihet dhe asnjë gjë, domethënë debate kot, biseda kot, ide kot që nuk shkojnë gjikundi, nuk implementojnë gjikundi, e kot. Kështu që janë 2 ditë në të cilat mundoni të mos përfshiheni aq shumë, dhe sidomos në ambientin e punës ose nëse jeni të angazhuar me një projekt të rëndësishëm që duhet me se s'bën të kaloj diku. Nuk do arrihet diçka, kështu që mos u lodhni së koti, sepse thjesht nuk do arrihet ajo çka duhet të arrihet. Përsa i përket ditës së premte tani, dita e premte është dita ku në thash, kjo javë shërben, sidomos dita e martë, po me sa shikoj këtu edhe mbyllet java kështu, ishte një qafë e frikën pa siguri, çfarë do gjë ka mbajtur të bllokuar deri më sot. Shumë gjëra keni për të zbuluar ditën e premte në lidhje me situatat së kaluarës. Shumë prej jush ishte një qafë ndoshta thash ato frikra, fobira që i keni mbartur prej shumë kohësh me vete dhe që burën edhe nga fëmijëria juaj, pse jo, edhe në lidhje me çështje familjare, edhe në lidhje me një marrëdhënie që keni pas dhe nuk funksionon më, ose që i dat një mundësi duke menduar se ju e patët fajin, por që kuptoni tani që fajin se kishit ju. Domethënë në jetë të përgjithshme le të themi bëni paqe me veten. Nëse kjo hënë e plot që thash do ketë goxha influencë të madhe në jetët tona deri aty afër datës 27, ndoshta edhe më tutje, po ai të marrim datën 27, atëherë si qëllim ka pikërisht të gjë, të na shpëtoj nga fobit tona, nga frika jon, të na lejoj më në fund të çlirohemi nga këto ndjesi dhe ndikimet të këqija. Dhe këtë gjë e arrini, por arri edhe një farë stabiliteti në çështje ekonomiko-financiare, në çështje familjare, në çështje marrëdhëniesh. Pikë së pari me veten tuaj, sikur se tash që bëni paqe, po dhe me të tjerët, kështu që është një moment i bukur, mbyllet bukur java për ju. Shumë bukur mbyllet. Tani përsa i përket ditës së shtunë, me që mbyllet bukur, i këpusni dhe një trajtim për veten, do të thënë shkoni diku në një spa, në një, nuk e di ku do shkoni ju e dini, në sallon bukurie, kujdesuni për veten, përkushtojuni vetes, si të thuash, dhe kujdesit ndaj vetes ditën e shtunë për ta mbyllur bukur. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel ju gjen më të kthjellët se kur. Do të thënë, tani më në fund i keni gjëra të qarta dhe e dini se ku jeni, dhe dini se nga kush rrethoheni, dhe dini se çfarë të prisni prej tyre ose çfarë nuk duhet të prisni prej tyre, dhe e keni më të thjeshtë të vendosni në lidhje me të ardhmen tuaj prej këtej në vazhdim. Përshëndetje shenjë Demi, dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac ORK në parashikimin e kësaj jave për shenjën tuaj, një javë e cila të shohim se si do vej, afërdita sido që të jetë është çik aty tek peshqit akoma, po bëhet gati të kthehet e drejtë edhe ajo, por që është aty me Saturnin afër, do krijojë aspekte të goxha me Saturnin pak më vonë, sido që të jetë çështja është se i keni çik syt çuditshëm të bllokuar këto kohë apo jo, nëse keni një vënë re, ndoshta ndonjë frikë, ndonjë pasiguri, lidhje me financa, me persona, me situata, sidomos juve të 10 ditësh të fundit, por që them se nëse këtë lloj energjie përdorni si një mënyrë reflektimi ose një sinjal për të reflektuar, për të kuptuar, dhe jo për të pasur frikë, atëherë them se shumë gjëra mund të arrihen ndryshe dhe për më mirë. Sido që të jetë, nesër dita e hënë nis me luftoj për të mbrojtur interesat e mia, por kujdes, debatet mund të jenë të forta ose përplasjet mund të jenë të mëdha, dhe këtu dhe do shgënjeni nga individ të caktuar, sepse do shikoni fytyrën e vërtetë të njerëzve. Unë do ju thosha bëni kujdes. Këtu janë situata të cilat mund të nisin kot, po nuk e di, degradojnë keq. Edhe mund të arrin deri në atë farpike sa të thoni nuk ja blente, nuk jam unë në këtë nivel, nuk e di se si u përfshiva. Kështu që me kujdes ju lutem shumë, sigurisht që tani nëse preken interesat tuaja ju do reagoni dhe kur reagoni mirë, por që mundoni të kuptoni se sado që të reagoni, sado fort që të reagoni, përsëri dëmi mund të bëhet i madh. Kështu që mundoni të jeni dhe pak, nuk e di, përdori dhe pak diplomacinë, sa mund të përdore, dialogun, që të mos ju dali situata tamam nga duart edhe të bëhet kaotike pastaj çdo gjë. Por që po mund të jetë një ditë kaotike, le të themi. Tani, për sa i përket ditës së martë, dita e martë është një ditë që ju përball pak me veten tuaj, çfarë do të thotë? Ju jeni anoni nga aspekti materiali gjërave, jo për keq, nuk e kam për keq, por ju siguria materiale është shumë e rëndësishme, si paraja, si të mirat, si mirëqenia, si stabiliteti, si gjitha këto.
Duket sikur dita e hënë, dita e martë ju trondisin pak në lidhje me këto vlerat tuaja, parimet tuaja, fitimet tuaja, ato çka keni akumuluar deri më sot, gjëra të cilat e keni shumë frikë t'i humbisni dhe që të mos ju humbisni edhe mund të arrini në lëshime që nuk duhet i bëni ose mund të bëni kompromise të cilat nuk duhen bërë. Ose ju mund të tregoni çik të cunguar në atë çka ofroni apo u jepni të tjerëve për nga frika se mos humbisni më tepër se sa fitoni. Sidoqë tjetër do i thosha mundoni të mos fiksojeni pas humbjes, të mos e shikoni çdo gjë me mundësi humbjeje. Sigurisht mbrojnë interesat tuaja atje ku duhen mbrojtur, por jo të arrini në ekstrem, këtu e kam fjalën. Dita e martë ju gjen në një fazë ku ju mundoni të mbroni vlerat tuaja, parimet tuaja, fitimet tuaja dhe mund të ndjeni dhe të cënuar nga lëvizje personash të caktuar dhe ta interpretoni sjelljen e tyre si një përpjekje nga ana e atyre për të përfituar nga ju. Këtu do bëni pak kujdes, që lutem shumë. Tani përsa i përket buxhetit, nuk është zgjidhje të rish të shtrëngosh ripin deri në këtë farfeje sa e bëni ju, mund të gjenden edhe mënyra të tjera. Do të thënë, prandaj u them varet se si i shikon gjërat dhe si reflekton ndaj momentit. Mbase zgjidhja është të shikosh për një burim të dy të ardhurash. Të gjesh një zgjidhje të tillë se sa thjesht të mundohesh si të mbrosh ato që ke dhe të mos lëshosh, si të thuash, pe fare. Por që them se nuk jeni keq, mirë jeni, juve duhet ta shikoni këtë gjë. Domethënë pasiguria është më tepër në kokën tuaj, në lidhje me financat tuaja, se sa është realisht diçka konkrete dhe e vërtet. Unë them se keni arritur stabilitetin që kërkoni dhe mund të arrini edhe më lart akoma, por që dita e martë ka këto tipare. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku vazhdon akoma lufta, vazhdojnë akoma përpjekjet për të mbrojtur interesat tuaja sikurse thash, por jemi në përfundim të betejës së madhe, ku më në fund po duket se po shifet një farë rezultati. Këtu nuk duhet të ndikojnë humbjet që keni pësuar më përpara, zhgënjimet që keni pësuar më përpara, kjo gjë nuk duhet ju vëri poshtë, ju vazhdoni kështu siç e keni nisur dhe çdo gjë është e juaja. Pra në fund të betejës tuaj që nisi ditën e hënë, duket se këtu arrihet ajo çka doni të arrini, domethënë në fund arrini të mbroni ato çka janë interesat tuaja të vërteta dhe po dilni më të fortë nga këto beteja dhe më të sigurt në veten tuaj. Mund të jetë çfarëdo lloj gjëje, ka të bëjë dhe me punën, ka të bëjë me jetën e vjetë të përgjithshme, me çfarëdo lloj beteje me cilën po përballet secili prej jush, por që s'dilni fitimtar, ta themi kështu. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku nuk e di, lajmet që merrni nuk janë daq pozitive, kujdes, mund të mashtroheni, ato që dëgjoni nuk janë tamam ashtu siç duhet. Pra, do të thënë mund të merrni një lajm të keq, por që në fakt është një gënjeshtër, është diçka jo e vërtetë dhe ju ta merrni si të vërtetë dhe të bëni një gabim fatal. Kështu që bëni kujdes, edhe ju bëni kujdes se çfarë nxirrni nga goja dhe çfarë thoni, nëse informacionin që po përcjellni ose mirë thash, informacionin që po përcjellni nuk e keni marrë nga një burim i besueshëm, mos e transmetoni fare se do krijohet një situatë kaotike, dhe kujdes do të thënë me çfarëdo gjë dëgjoni, por edhe transmetoni. Nëse dikush ju sulmon gjatë ditës së enjte, e sigurt që ka për t'ju parë mirë fytyrën se kush jeni dhe ka për ta dëgjuar mirë fjalën, domethënë nga goja juaj dhe kjo gjë duhet thënë, me thënë të drejtën. Thjesht kujdes nga çfarë ju thash para kësaj që po ju them tani. Kjo ishte dhe dita e enjte. Por sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku mund të kemi fillime të reja, sidomos për sa i përket përmbushjes tuaj vetjake, do të thënë arritjes së një qëllimi, të një objektivi, të një ëndre që realizohet, të një piksynimi që keni, kjo gjë vjen me fitore. Por edhe për sa i përket ndjenjave, edhe këtu nuk mbeteni bosh. Kështu që sido që të jetë, le të themi, është momenti ku nisin gjëra të reja, marrëdhënie të reja, ju ndjeni mirë, të plotësuar nga një arritje juaj, nga një qëllim i juaj. Nëse keni pas probleme me shëndetin, nuk do i keni më këto lloj çështjesh dhe nuk do i keni këto lloj shqetësimesh, duket sikur ekuilibroheni. Dita e premte vjen me një ekuilibrim dhe me një qetësi të paktën shpirtërore pikë së pari, dhe në plan, sa thuash, praktik, do ndjeni të plot me arritjet tuaja të deri më tanishme dhe njohjet që do të keni brenda kësaj dite do të jenë me të vërtet të rëndësishme, sidomos në qoftë se po flasim për
ju që ascendent ndoshta keni edhe shenjat e ujit, ose në qoftë se në jetën tuaj shortët apo partnerët që keni jetën tuaj janë të shenjës të ujit. Tash është dita e përmbushjes së qëllimeve, mund të jetë çfarëdo lloj gjëje ai qëllim dhe objektiv që keni pasur nga një plan, projekt, një frymëzim e deri plan krijues dua të them, deri tek arritja e një shtatzanie apo gjëra të tilla, domethënë pak fjalë. Dita e premte, dita e shtunë është dita ku mos punoni, mos e sabotoni veten tuaj, nuk keni pse ndjeni fajtor për çdo gjë, domethënë keni parasysh një gjë, armiku më i madh i secilit prej nesh është vetvetja e vet. Dhe ju nuk keni pse t'ja bëni këtë gjë vetes tuaj. Domethënë si kalojmë nga njëra ditë tjetra dhe ndryshojnë gjërat. Nuk jemi këtu duke folur për një individ të vetëm, jemi duke folur për mijëra individ që janë atje jashtë dhe varet se si secili rezonon me këto gjëra që un po them ose varet energjinë e kujt un po kap në këto momente që po interpretoj këto që po them. Atëherë, këtu dita e shtunë ka të bëjë me gjithë juve që keni bërë një gabim dhe po vuani pasojat ose mendoni se keni bërë një gabim, ku ndërkohë them se jeni shumë të ashpër me veten tuaj dhe nuk keni pse t'ja punoni këtë lloj sabotimi vetes tuaj. Për sa i përket ditës së diel, dita e diel edhe më shumë favorizon shëndetin e mirë, financat, dashurinë, por edhe çfarëdo gjë ka të bëjë me punën krijuese, sikurse e thash, por edhe me një shtatzani, pse jo. Kështu që bukur mbyllet java dhe për ju. Përshëndetje shenjë binjakëve dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Nuk do zgjatem shumë, thjesht do e nis me ditën e nesërme, por sido që t'ju uroj një javë të mbarë, sido që t'jetë. Dita e nesërme vjen me një kthjellim, le të themi mendor, po dhe fizik. Nëse keni kaluar momente të vështira psikologjike, do të thënë, nuk e di, jeni ndjerë çik xhup, jo dhe fort mirë psikologjikisht, por edhe fizikisht, pra me shëndetin nuk keni qenë dhe aq mirë apo keni pas shqetësime të caktuara, këtu duket se gjërat po ecin mirë. Ajo çka është më e rëndësishme është që më në fund po dilni nga guacka juaj edhe ju, domos juve që keni kaluar një periudhë goxha të gjatë vetmie, diku të 9 muaj vetmie, më në fund po pranoni se dhe po e kuptoni se duhet të filloni të vazhdoni të ecni përpara, ajo çka nuk u realizua, pra ka fjalë për që undat, dolet nga një marrëdhënie problematike, tani ose nga një bashkëpunim problematik, tani po jepni vetes mundësinë për të vazhduar përpara me njëje të reja dhe sigurisht që kontaktet e reja që krijohen ditën e hënë do të jenë shumë të rëndësishme për vazhdimsinë tuaj prej këtej në vazhdim. Studimet ju ecin mirë juve që jeni në prag studimesh, pra po i riktheheni studimeve pas një periudhe që i kishit lënë çik pas dore, por tash cilat shkaqe, dhe për ju që keni pasur problemin me veten tuaj duke paragjykuar veten keq, duket se më në fund po bëni paqe me veten. Çfarëdo lloj gjëje tash u ka lodhur në plan fizik, mendor, psikologjik. I jepni fund këtu dhe shpëtuam më në fund, e dim se kush jemi, çfarë duam dhe vazhdojmë më tej. Për sa i përket tani ditës së martë, dita e martë është dita ku pra duket shumë qartë që një pjesë e mirë e juaja ka shpëtuar nga një rrezik shumë i madh, ose ditën e martë shpëtoni nga një rrezik shumë i madh. Pra me sa duket ishit në prag të shkatërimit, le të themi, mund të jetë çfarëdo lloj gjë kjo. Domethënë është që nga shpëtoj nga një aksident fatal, që nga shpëtoj nga një marrëdhënie fatale, që nga shpëtoj nga një investim që do më shkatëronte jetën, sido që të jetë, domethënë është një ditë shumë e bukur ku me sa duket jeni të mbrojtur 100% nga çfarëdo lloj rreziku që ju kanoset brenda ditës së martë. Shumë e bukur, domethënë që keni iden çfarë thotë ai, ajo letër ashtu e kthyer me kokë poshtë, është të shpëtosh përqime, si themi. Po shpëton ama. Dhe jo vetëm shpëton, por kupton se çfarë do të kushtonte nëse vërtet do ndodhte ajo që kishte për të ndodhur. Domethënë është shumë e bukur. Ta shikoni ditën e martë juve që do jeni pjesë e kësaj gjëje. Sidomos juve të 10 diçit të tretë përsëri, aty do ndalem. Tani për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku sigurisht shpëtoni nga, u thash, nisje ditën e hënë, e martë, e mërkur, hapni syt më në fund dhe kuptoni se ishit aq keq që kishit mbyllur syt dhe s'doni të shikonit realitetin, saqë po e merrnit veten me qafë. Qoftë kjo nga një fobi, nga një frikë, nga një traumë, nga një çfarëdo gjë ishte që luante në kokën tuaj dhe ishte kotë një iluzion, asgjë e vërtet, e deri tek diçka konkrete, si për shembull besimi që mund të keni pas tek një individ e ka qenë besim kështu me sy mbyllur, ose frika që kishit në lidhje me individ, se po nuk e di, po ta lini, do pësoni diçka, apo çfarëdo lloj gjëje qoftë, kuptoni që ishte thjesht në kokën tuaj dhe shpëtoni dhe
nuk e di, domethënë është tamam si të dalësh nga një mangth dhe të kuptosh që ke shpëtuar dhe je gjallë dhe je mirë dhe asgjë keqe nuk të ndodh. Dhe çdo gjë është pjellë e imagjinatës dhe fiksacion truri. Kaq, bëni më në fund përsëri kontrollin e jetës tuaj ditën e mërkur me çfarëdo gjë kjo nën kupton. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e bukur e familjes, gëzojmë, marrgëtohemi, bëjmë nis diçka e re në dashuri, në jetë, në realizime, ore është gëzimi i jetës të thuash. Jeni pjesë e një komuniteti, ju që po luftoni aktualisht për të bërë pjesë dhe për të pranuar nga një komunitet i caktuar duke se do keni goxha sukses, fama juaj merr dhën si të thuash, edhe është edhe dita ku ju komunikojnë lajme të mira për sa i përket fillimit të një pune ose të një aktiviteti, nuk e di, diçka që keni marrë pjesë në të. Pra është ditë suksesi, le ta bjem shkurt për familjen, për vlerat tuaja, për arritjet tuaja në vija të përgjithshme. Ndjeni të mirëpritur, ndjeni të realizuar dhe ndjeni të plot gjatë ditës së enjte dhe është një ditë ku puna në skuadër favorizohet jashtëmase shumë. Nëse jeni pjesë e një skuadre, po punoni bashkërisht për arritjen e një qëllimi, atëherë çdo gjë ju del me sukses. Është ditë suksesi, i bjem shkurt. Dita e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku duhet të bëni pak kujdes me financat, duhet të bëni pak kujdes me reputacionin dhe imazhin tuaj. Mund të rrezikojë imazhi juaj, kështu që bëni kujdes nga balta që uidet mbi supe, bëni kujdes nga lëvizjet tuaja. Ju mund të jeni njerëz dhe individ shumë të respektuar, por një lëvizje gabuar mund t'ju shkatërrote komplet imazhin të kaq mirë formuar dhe nuk e di, me kaq kujdes, domethënë të mbrojtur deri më sot. Kështu që bëni kujdes. Gjithashtu është një ditë që nuk favorizon lëvizjet me natyrë ekonomiko-financiare, sepse mund t'ju dilin me humbje. Kujdes juve, kujdes, me shumë kujdes të fjalë që po them. Nuk do të thotë se ta shumë dhe ndodh në gjë me se zbën, por ju që keni pas probleme me shtatzanit tuaja, do bëni shumë kujdes dhe mbrojeni veten dhe mos egzagjeroni, sepse çdo gjë është e mundur. Gjuna dha humbisni diçka që mezi e keni arritur ta zoni. Kështu që lutem shumë kujdes me këtë pjesë. Mos neglizhoni partnerin, veten tuaj, marrëdhënien tuaj, sepse mund të ndodhin dhe gabime. Edhe thjesht kujdes, mbroni interesat tuaja, kaq. Interesat tuaja dhe imazhin tuaj, sikur se thash, ditën e premte. Dita e shtunë tani është dita ku mbasi disa prish do të keni nevojë të shkëputeni pak nga marrëdhënia juaj në çift, nga bashkëpunimet në vija të përgjithshme, domethënë doni të largoni pak nga të gjitha dhe nga gjithçka, nga të gjithë dhe nga gjithçka, për të reflektuar edhe një herë mbi ato që keni arritur dhe doni të arrini prej këtij në vazhdim. Dhe nëse se konstatoni se në jetën tuaj ka diçka që nuk shkon, atëherë po niseni avash, po bëni gati nga kanceloni atë, po thjesht nuk e keni kuptuar akoma. Përsa i përket pastaj ditës së diel, sigurisht që është ditë zgjimi, është ditë reflektimi, kuptoni më në fund se kush jeni, çfarë doni të realizoni, edhe prej andej në vazhdim do vazhdoni pikërisht me këtë lloj pikësynimi, që të ndryshoni gjithçka duhet të ndryshuar në jetën tuaj. Dhe fundja, edhe sikur të mos donit ju, momenti ka ardhur dhe kjo gjë do të ndodhi. Gjithçka duhet të ndryshojë në jetën tuaj, do ndryshojë. Por ajo që ndodh është më e bukur e të gjithave është që ju më në fund zgjoheni nga gjumi letargjik dhe kuptoni më në fund se kush jeni. Kujtoheni se kush jeni në të vërtetë dhe çfarë potenciali keni. Përshëndetje, shenjë e bukur dhe dashur e gafores, me këtë vend të plotë shenjën e peshores, besoj keni kaluar dhe ju ato momentet tuaja apo jo. Marsi ende në shenjën tuaj, juve të dhjetë të fundit po e vuani goxha këtë pjesë, por që sido që të jetë avash do shohim se si do vej situata prej këtej në vazhdim, por që ato çka ka ndodhur këto ditë, kuptojeni nuk mbarojnë këtu, do vazhdojnë derisa të kapim fundin, deri atje ku është fundi. Dhe nëse diçka duhet të përfundoj, do përfundoj doni apo s'doni ju, sepse ajo është gjëja më e mirë që duhet të ndodhi. Tani, sido që të jetë, këtu vazhdojmë me interpretimin e kësaj jave, vazhdojmë me ditën e hënë. Dita e hënë tani është një ditë ku vlerësohet puna juaj, sidomos për ju që keni bërë një punë të mirë, domethënë, keni punuar me zell, me përkushtim,
sepse shikon Marsi vërtet është në shenjën tuaj dhe sjell dhe ato momentet e vështira, por edhe ju vë në moto pune, dhe ju trysnon për mirë dhe jo vetëm për keq. Duhet parë të gjitha ndikimet, jo vetëm ato negative, por dhe ato pozitive. Nëse si do që të jetë pavarësisht vështirësive në cilat keni hasur, punën e keni bërë ashtu siç duhet, jeni munduar të realizoni të keni sukses dhe do e keni. Pra, dita e hënë, si do thuash, është përkthehet në sukses për ju dhe është pikërisht ai suksesi që ju pret pasi jeni munduar, jeni lodhur për të arritur suksesin. Edhe më në fundja ku e keni. Këtë do ta shihni dhe në lidhje me financat tuaja, me të ardhurat tuaja, edhe në lidhje me karrierën tuaj, edhe në lidhje me përditshmërinë tuaj, që shumë jeni lodhur për të arritur një farë miqënie që më në fundja ku arrit, edhe në lidhje me edhe me shëndetin tuaj, pse jo? Sepse normalisht edhe shëndeti është një prej, sa thuash, të mirave më të mira që mund të kemi. Kështu që po, ditë suksesi është dita e hënë edhe është ditë fitore. Jesë të thuash do mos mbi idet që keni, mbi investimet që keni bërë, mbi punën tuaj që tash jep ato rezultatet e veta, është një ditë e bukur dhe do vazhdoj gjatë, nuk mbaron aty. Përsa i përket ditës martë, këtu më tepër i referojmë, përsëri do ju referojmë vetë ditës të fundit, këtu kujdes. Situatat që janë krijuar tash nuk mbarojnë këtu. Menduat ndoshta ose keni menduar se kanë mbaruar, kanë përfunduar, por në fakt vazhdojnë akoma dhe një përballje tjetër do e keni ditën e martme. Pikërisht ato situata që menduat se i la pas, sidomos pas një debati apo pas një përplasje apo pas një zhgënjimi që e patët, problemi nuk ka mbaruar, nuk ka përfunduar, rikthehet dhe kësaj ere kërkon zgjidhje imediate. Unë do i thosha vetëm kaq, mundoni të mos idhni edhe ju më shumë benzin zjarit apo vaj zjarit, se do një quajeni, mundoni të ulni pak qakrat, sepse nuk del asgjë e mirë duke i marrë gjërat nuk e di, me tension. Tani përsa i përket ditës Mërkur, si dita e martë, dita e Mërkur ka një problem të vetëm, vizionin. Tani për ju që e keni të qartë atë çka kërkoni të arrini, dita e Mërkur është një okej shumë e madhe, është një mundësi për të filluar diçka të re dhe do ja dilni, do ja arrini. Dhe kjo gjë ka të bëjë me investime, ka të bëjë me udhëtime, ka të bëjë me lëvizje jashtë shtetit, ka të bëjë me vetë plotësim dhe finalizim të gjërave që keni kërkuar deri më tani të arrini, por për shumë prej jush do të thotë akoma punë, do të thotë akoma qartësoj idetë e tua, mendimet e tua, për të arritur atë çka të tjerët po e arrin. Atëre, përsa i përket diçit të parë, përsa i përket diçit të dytë të shenjës tuaj, them po dhe për disa prej jush i përkisni diçit të tretë, sepse varet se si hartën e keni secili prej jush, pavarësisht vështirësive që keni pasur atyre kohëve, pavarësisht atyre bastunëve në rrota, shumë prej jush ja keni dalë të mos dorëzoheni dhe të arrini atë sukses që me të vërtet e meritoni të keni. Por më të mirat po ju presin prej këtej në vazhdim. Dita e Mërkur është ditë arritje, është ditë suksesi, ku ju finalizoni më në fund ato objektivat tuaja, në çfarë do lloj fushash dhe mënyrash të mundshme, varet se ku ka ngulmuar secili për të pas sukses, dhe është një sukses i cili do zgjasi në kohë. Përsa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita ku kthehemi dhe një herë, është ditë nostalgjie, kthehemi përsëri pak të kaluarën, kemi përjetime ose takime me persona që i kemi pas në një të kaluarën tonë dhe me sa duket kemi dhe një përballje tjetër me ta, për të kuptuar se disa gjëra nuk ndodhin sepse thjesht nuk ndodhin dhe disa individ nuk ndryshojnë sepse thjesht të tillë janë. Kështu që mirë, është një ditë nostalgjie sikurse e thash, është një ditë kthimi pas në kohë, por për të kuptuar se gjërat nuk ndodhin për një arsye të caktuar, okay? Është gjithashtu një ditë që ta kaloni me mos kopçarje, për t'i marrë gjërat lehtë, por mos prisni rezultat ose mos prisni gjëra konkrete, si të thuash. Ajo çka favorizon shumë dita e enjte është puna krijuese. Atë po, e favorizon jashtëmase shumë. Çfarëdo gjë ka të bëjë me punën krijuese, çfarëdo gjë ka të bëjë me angazhimin me individ të tjerë, çfarëdo gjë ka të bëjë me ta largëtojmë, ok, në rregull këto po e po, janë në favorin tuaj dhe mundoni të shfrytëzoni. Pastaj për pjesën tjetër do kuptoni që disa individ nuk ndryshojnë edhe më miq që jeni me ta. Kjo është ideja. Këtë po ju them.
Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku nuk e di pavarësisht se sa oferta, propozime, mundësi mund të dalin para jush, ju njësoj do jetë për ju, nuk do keni mundësin për t'i parë dhe potencialin që po ju ofrohen dhe po ju serviren, dhe ka mundësi të mbisni një mundësi të artë, me thënë të drejtën këtu, këtë frikam, po që prapë se prapë është një ditë plogështie për ju, është ditë që ju mungon vizioni, është ditë që nuk dori të angazhoni me gjëra të mëdha, nuk keni dhe atë as aftësinë, po as dëshirën për t'i analizuar gjëra dhe për t'i parë në potencialin e tyre të vërtet. Është një ditë që kam përshtypjen, siç po e them edhe një herë dhe po e përsëris, do mbisni një mundësi të artë, vetëm për faktin se nuk do jeni tamam vizionar aq sa ç'duhet. Kujdes çik me shëndetin tuaj, mos e teproni me punën. Shumë prej jush po punoni më shumë nga ç'duhet dhe nuk po merrni rezultatin që duhet të merrni sepse po punoni kot, do të thënë po punoni me sasi dhe jo me cilësi. Kështu që thjesht kujdes me pikërisht këto lloj nuk e di gjërash. Gjithashtu kujdes me shpenzimet ditën e premte. Sepse edhe mund të bëri një lëvizje ose nuk e di një shpenzim që është i panevojshëm dhe nuk ju bën dhe mirë juve dhe buxhetit tuaj. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, dorëzoni. Për gjithçka nuk po ecën siç doni ju, dorëzoni. Dorëzoni, nuk ka asgjë të keq që dorëzohesh her pas here, të kuptosh që ndoshta është një moment ose vjen një moment ku varja, leta të shoh ku më çon, ku më nxjerr situata. Dorëzoni, mos insistoni me se s'bën t'i bëni gjëra të funksionojnë. Dhe përsa i përket ditës së diel, pra dita e shtunë dhe dita e diel favorizojnë më tepër për tu tërhequr çik në hijen tuaj, për të reflektuar pak për ato çka duhet të ndryshoni jetën tuaj, për se si doni ju të jetë jeta juaj prej këtij në vazhdim, me cilët persona doni të vazhdoni përpara, me cilët jo. Pra është një moment ose janë 2 ditë të cilat mirë do ishte të mendoheshit pak dhe të reflektonit me ato gjëra që duhet të ndryshojnë realisht, ose mbi idetë që keni lidhje me të ardhmen tuaj prej këtej në vazhdim, se si duhet të jenë gjërat e kam fjalën. Përshëndetje, përshëndetje shenjë Luani dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e kësaj jave për shenjën tuaj, një javë që të shohim se do vej. Unë sidoqë të jetë ju uroj të jetë e mbar dhe nisim me ditën e hënë që dita e hënë duket se këtu marrim një zhgënjim përsa i përket sentimentin, ndjenjës, marrëdhënieve në vija të përgjithshme, nuk është e thënë se s'do të zhgënjeni nga një lidhje marrëdhënie në çift, mund të jetë edhe një person brenda familjes ju zhgënjen, mund të jetë edhe thjesht një person që keni shumë për zemër dhe me sa duket ju jep goditjen fatale. Pra dita e hënë vjen kështu, nuk është se kjo gjë ndodh vetëm ditën e hënë, domethënë është bum, ndodhi ditën e hënë, besoj se ka nisur. Ka kohë që ka nisur, thjesht bitiset ditën e hënë. Çfarë ti bëjmë? Më mirë, për mua është më mirë, do keni mundësi të gjeni më mirë pak më tutje. Por ju që i keni dhënë mundësinë e dytë dikujt, jo vetëm të zhgënjeni ose po zhgënjeni, por do kuptoni se ose duhet të kuptoni se ka ardhur momenti të jepni fund këtu dhe s'mund të jeni më të çorientuar sepse faktet janë aty dhe ju duhet të shikoni për ato çka janë. Përsa i përket ditës së martë, vlen po e njëjta gjë, do me thënë ëndra të cilat nuk u realizuan, pritshmëritë të cilat nuk dolën ashtu siç i prisnit ju, ato mundësitë që ju dash, por ndodh gjithçka për më mirë, kaq duhet të dini. Pra dita e hënë dhe dita e martë ju gjeni të zhgënjur thellësisht dhe sidomos në lidhje me ndjenja, dashurinë, pritshmëritë që kishit, do me thënë në këtë fushë, ose të jesh diçka që kishit shumë për zemër, një ndër e cila nuk do bëhet dot realitet dhe mund të ketë të bëjë me punën krijuese, me të drejtën, edhe me një pritshmëri që kishit nga dikush apo në lidhje me diçka, mund të ketë të bëjë me punën tuaj. Pra, këtu merreni, duhet të kuptoni diçka. Keni parasysh kur merrni zhgënjimin e nuk mu realizua ëndra, çfarë do lloj ëndre qoftë ajo, mund të ketë të bëjë me punën, mund të ketë të bëjë me jetën personale, mund të ketë të bëjë me shëndetin, mund të ketë të bëjë me shumë gjëra, mund të ketë të bëjë thjesht një ëndër nuk bëhet realitet dhe kjo gjë ju zhgënjen. Nis që ditën e hënë dhe sigurisht i vazhdoni edhe me ditën e martë. Këtu më tepër të ndikuar kemi juve të 10 ditëshit të par fare dhe të 10 ditëshit të po sidomos të 10 ditëshit të fundit, nuk kemi çfarë të bëjmë. Tani përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur, pra ashtu vazhdojmë, domethënë është një ditë, është një javë kjo ku të paktën 3 ditët e para ju gjeni të pa realizuar, thash, një zhgënjim të madh po e merrni diku, dhe këtu me sa duket nuk qëndrojmë vetëm tek
ndjesia, apo dhe praktikisht diçka humbet, domethënë duke që keni një humbje dhe fizike, domethënë materiale, një investim mund ta keni bërë gabim o njerëz, një investim në persona, një investim si investim material, investim lekësh, parash diku, përveç se ndjenjash dhe kohë dhe çfarëdo gjë të tillë ta marrim, akoma nuk jeni atje ku duhet dhe po kuptoni shumë bukur se ku keni gabuar. Pra, këto 3 ditë janë thjesht ditë ku kuptoni se çfarë nuk shkoi ashtu siç duhet edhe ku po gaboni ju me jetën tuaj dhe me ato çka keni dëshirë të realizoni. Nuk do jenë ditë të bukura këto 3 ditë të para, por ju me sa po shikoj, ashtu vazhdojmë edhe me ditën e mërkur. Duhet të kuptoni se asgjë nuk është problem që vjen thjesht nga jashtë. Do të thonë mos ja jepni fajin personave, situatës, nuk ishte momenti, gabim. Nuk është kështu. Problemi juaj kryesor është mosbesimi që keni në veten tuaj. Ajo çka nuk po kuptoni është se jeni të parë që po i punoni, po e mashtroni keq veten tuaj, ju të parë që po gjeni justifikime për dështimet tuaja, domethënë ktheni pak vëmendjen drejt vetes tuaj dhe kuptoni se përgjegjësit e vetëm për këto zhgënjimet që po merrni jeni juve vetë. Tani, nëse dikujt i keni besuar verbërisht, prapë është faji juaj. Dhe sidomos duke ju dhënë universi sinjalet e nevojshme. Por, ajo këshill që po ju jap në lidhje me ditën e mërkurës, do keni tendencë të japni gjithmonë fajin të tjerëve dhe situatës dhe ju s'keni faj po gjithçka tjetër është kundra jush, duhet të kuptoni që jo, asgjë nuk është kundra jush, janë veprimet tuaja ato të cilat ju kanë sjellë në këtë lloj fartheje dhe mendimet që keni. Dhe fundja, nëse nuk ju pëlqen realiteti që keni krijuar, kuptoni që ai kaosi që po shikoni si jashtëmi është kaosi që keni brenda vetes tuaj në mendjen tuaj. Bëni paqe me veten, kuptoni se çfarë nuk shkon brenda vetes tuaj dhe çdo gjë si jashtëmi do ndryshojë. Jeni ju ata të cilët ndryshoni realitetin tuaj, sepse çdo gjë varet nga vet individi. Kështu që mundoni ta kuptoni këtë gjë ditën e mërkurë dhe se ju jap dhe një këshill tjetër është mos besoni çdo lloj lajmi dhe çdo lloj informacioni që ushitet nga kushdo. Nuk është i vërtet ose ka një qëllim tjetër që përsëri nuk është në favorin tuaj. Pra bëni kujdes me informacionin që merrni dhe lajmet që merrni ditën e mërkurë. Pjesa më e madhe janë keq informime, janë shpifje dhe gjëra të tilla. Dhe keq orientime dhe manipulime. Kështu që kujdes, dhe sidomos në lidhje me punën tuaj, me emrin tuaj, me imazhin tuaj e të tilla si këto. Dhe gjithashtu bëni kujdes dhe ju se si e shisni imazhin tuaj, sidomos në për rrjete sociale ose në për grupime të rëndësishme në për media, kam fjalën, më tepër, në për media. Tani, për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku e shikoni, uroj vërtet që kështu të ndodhi, pas të kaloni gjithë të turbulli që keni për të kaluar deri ditën e njëjtë, ditën e premte të pak të mund ta shikoni realitetin për atë çka është, të kuptoni se fajt ku i patët vet, ku gabuat, ku investuat gabim, çfarë duhet të kishit bërë ndryshe. Pra, jeni të kthjellët, arrini ta shikoni realitetin për atë çka është ditën e premte dhe më në fund të mund të merrni dhe vendimet e duhura, sepse do ju jepet mundësia dhe të merrni vendime dhe të mund të zgjidhni atë që është më e mira për ju prej këtej në vazhdim. Pra mundësit nuk do mungojnë, por të paktën më mirë të kaloni gjithë këtë gjë që keni për të kaluar, që do mund të zgjidhni siç duhet atë që është në të mirën tuaj ditën e premte, pavarësisht se sa pak mundësi zgjedhje do keni, pra ndaj pak sa do ju ofrojnë, mund ta bëni diferencën nëse vërtet tash do përdorni atë kthjellësi mendore për të mirën tuaj. Për sa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë është dita ku sigurisht vazhdojmë akoma me të menduarit asaj çka nuk është realizuar, asaj çka mund të realizohej, asaj çka nuk shkon në jetën tuaj, dhe prapë keni me dyshime, do të thënë prapë ai dyshimi është, ore mos bëra gabim, ore mos jo. Mos i punoni zbor vetes tuaj, ju lutem shumë. Situata është siç është dhe ashtu siç duket është. Në rregull, kjo është e vërteta. Dhe përsa i përket ditës së diel, nëse do keni dhe përjetime të çuditshme, të tipit një simbol këtu, apo një ndjesi atje, apo një déjà vu këtu, apo një ëndër e çuditshme atje, këto janë sinjale që kërkoni për të kuptuar se çfarë nuk shkon në jetën tuaj dhe për të kuptuar gjithashtu se pavarësisht se sa mund të keni gabuar apo sa keq i keni bërë gjërat, përsëri jeni të mbrojtur dhe përsëri
mbështetja nuk ka për t'ju munguar. Pra në fund prap shpëtoni, ta themi kështu. Përshëndetje shenjave gjyreshës dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, përsëri në takimin tonë të përjavshëm. Uroj të jetë një javë e bukur kjo për ju. Ju të djeti që të fundit mundoni të jeni të kujdesshëm me gjërat që dëgjoni, ju thonë, përfshiheni, jeni çik në një fazë të çuditshme. Dhe jeni dhe duke u zgjuar çik nga ëndrat, me thënë drejtën, duke e parë realitetin, uroj duke e parë realitetin për atë çka realisht është. Sido që të jetë, e nisi me ditën e hënë, duke thënë se sigurisht po ju hapen sytë, e thamë. Po ju hapen sytë e po shikoni se ku keni qenë deri më sot, sa keni besuar verbërisht në persona, situata, në gënjeshtrat, mashtrimet që ju kanë shitur si vlera, parime, ndërkohë që kanë qenë anti-vlera, anti-parime. Nëse sido që të jetë këtu hapni sytë sikur se thash, nuk kam më këtim pasë, shikoni të vërtetën për atë çka është, despotizmi dhe puritanizmi nuk është më pjesë e jetës tuaj, le të themi fitoni pavarësinë tuaj nga individ të cilët ju mbanin peng e një së vërtetë e cila vetëm e vërtet nuk ishte. Kaq të them, dita e zgjimit, dita e zbulimeve të rëndësishme dhe dita e pavarësisë tuaj finale prej këtej në vazhdim, më shumë e rëndësishme kjo gjë. E bukur. A shoqërohet kjo me rebelim? Po shoqërohet. Dita e nesërme ka rebelim. Do me thënë, kuptoni se cila është e vërteta, kuptoni dhe mashtrimi dhe sigurisht që zgjimi vjen me një farë rebelimi dhe me një farë akuzë ndaj atyre personave që ju kanë mbajtur sytë mbyllur deri më sot. Pavarësia është e juaja prej këtej në vazhdim dhe do jeni të tjerë individ më në fund. Shumë prej jush edhe mund të shpëtoni nga një martesë, së thuash, me shumë norma, me shumë, nuk e di, shtypje, me shumë jo fort e mirë, së të thuash, ju ka kushtuar goxha kjo gjë, ose më të shpëtoni nga një kult, pse jo, ju qeni pjesë e një kulti, nga një grupim shoqëror, ose nga një grupim çfarëdo lloj gjë qoftë ai grupimi, mos i vë emra ose si dihet si e merr secili prej jush, por që le të themi thjesht zgjoheni nga gjumi letargjik, cili ndodheshin prej një kohe shumë të gjatë. Tani për sa i përket dhe po nesër mund të takoni një individ i cili ju që jeni vetëm me kam fjalën, ju që nuk e keni një individ në jetën tuaj, i cili është pikërisht ajo gjë që kishit nevojë. Keni pas nevojë gjithmonë, kam fjalën si partner jete. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është kujdes juve prapë kam fjalën për të ditës të fundit, dhe sidomos juve që femrat që keni dhënë mundësin një mashkulli, që çfarë të thuash për të mashkull, po ju shfaqet përsëri ashtu sikur se ishte që në fillim. Do me thënë, si të jetë ky individ që i përket së kaluarës tuaj dhe ju po jepni një mundësi të dytë dhe po ju zhgënjen totalisht, si të jetë një individ i cili ka hyrë kohët e fundit në jetën tuaj dhe përsëri po ju zhgënjen totalisht, të themi që e vërteta kjo është, ky është një mashkull i cili nuk mund të marrë përgjegjësi në lidhje me të ardhmen dhe ju duhet thjesht të bëheni gati avash dhe ky të largohet nga jeta juaj. Emocionalisht, emotivisht edhe ju nuk më dukeni në momentet tuaja më të forta, jeni njerë, e kuptoj që nuk duhet të vazhdoj dhe erës tjetër, jo po dalet të pres dhe pak, të pavendosur ju shikoj, dhe të pavendosur ju shikoj jo vetëm në lidhje me marrëdhëniet tuaja, por në lidhje edhe me investimet tuaja, në lidhje edhe me jetën tuaj, në lidhje edhe me ëndrat tuaja, jeni një hap drejt të realizojmë dhe një hap tjetër drejt ka frikë të realizojmë, kështu që 50 me 50 jeni ditën e martë, po dhe shumë në ankth në lidhje me, nuk e di, gjërat që doni të realizoni dhe gjërat që doni të arrini. Akoma nuk i keni gjërat e qarta. Kujdes nga mbi ngarkesa emotive, do thosha, ditën e martë mund të ndjeni dhe pa arsye të ngarkuar emotivisht dhe mund të ketë edhe impakt tek të tjerët kjo gjë, kështu që kujdes. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është një ditë shumë e bukur për sa i përket punës, për sa i përket punës në skuadër sidomos, arritjeve që ju prekin, ju vinë si në punë në grup, favorizohet çfarëdo gjë ka të bëjë me studime gjithashtu, kështu që nëse është një të bukur pune, si do thuash ku kemi arritje ose thuash në ambientin e punës shkëlqeni. Edhe keni dhe mbrojtje dhe mbështetjen e të gjithëve për të
realizuar ndoshta edhe një objektiv apo të arritur një qëllim tuaj përsëri gjithmonë në lidhje me karrierën. Çfarë do të them, ditë e bukur pune, do të them kaq, pra në shesh nëse. Edhe gjithashtu favorizon edhe çështje studimore për qenë studenta. Varet se kujt të angazhuar secili, kjo është e rëndësishmja. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku favorizojnë financat goxha, nuk e di. Këtu duket sikur ju vin një goxha dorë mirë parash ose një investim që keni bërë duket se sjell ato së thuash fitimet e veta, por edhe dillet që mund të bëni brenda kësaj dite, marrëveshjet që mund të bëni brenda kësaj dite duket se ju ecin mirë. Me thënë avash duket sikur po stabilizoheni ekonomiko-financiarisht dhe është një ditë që favorizon edhe çfarë do lloj bisede mund të bëni në lidhje me një çështje trashëgimia, durimi e gjëra të tilla. Përsa i përket tani ditës së premte, dita e premte, do me thënë dita e premte të bjem shkurt favorizojnë shumë financat, fitimet, investimet, biznesin ju që e keni, dhe shumë prej jush në varësi të një investimi që mund të kenë bërë në moment caktuar, shoj tani arritjen e një pavarësie ekonomiko-financiare. Juve femrat jeni shumë të favorizuara në lidhje me këtë gjë, por edhe juve meshkujt pse jo, do me thënë të gjithë jemi në një tavë, si të thuash, ku të paktën përsa i përket karrierës, fitimeve, po dhe stabilitetit ekonomiko-financiar, po dhe në përgjithësi mirëqenies dhe prosperitetin në jetën tuaj, duket se ja ku po ja dini të keni sukses dhe është një sukses i cili do të zgjasë në kohë kjo dhe shoqërohet dhe me përmirësim imazhi në sy të tjerëve. Dhe me shëndet të mirë, pa themi dhe këtë, sepse ta, do me thënë fitoria me madhe në jetën e dikujt, shëndet e mirë nuk ka, po mos pa dhe shëndet s'ke asgjë. Pra do të ndjeni mirë, do të jeni mirë me jetën tuaj, do të thoni ja dola, në fund, okay, ja ku jam. Përsa i përket ditës së premte kjo, përsa i përket ditës së shtunë, vazhdoj me po të njëjtën linjë, do me thënë, duket se shumë prej jush ja dolë të arrini diku, ja dolë të keni sukses diku, do veçoja këtu dhe ju të dhjetë të parë dhe ju të dhjetë të dytë, tashme më shumë kujdes ju të dhjetë të tretë, e pa do më së ndikoheni, por që nuk mund të flas se thuash e prerë, sepse sa du të dhjetë të tretë të keni probleme, varet se si e keni hartën tuaj. Ashtu e njëjta gjë vlen edhe për dhjetëçin e parë dhe për dhjetëçin e dytë. Varet si e ka hartën secili, Kështu që përsa i përket pastaj dhe ditës së diel, karma vjet në vend. Do të thënë, ju arrin të balancojeni jetën tuaj, të balanconi humbjet me fitimet dhe pjesën e madhe për ju kuptoni se atje ku ka humbi do ketë fitim dhe kundërta. Pra, për humbjet e mëdha që pësuat, për disfatat e mëdha që pësuat, kuptoni se jeta kështu e ka dhe në fund secili merr atë gjë që meriton dhe kështu mbyllet edhe java për ju. Përshëndetje Jepeshores që më jeni në një ëndë plot sot, e cila do vazhdoj të ndikoj sigurisht, shumë prej jush jeni konfuz, ju ka zënë ndoshta një farë, nuk e di dalin ato frikrat pa sigurit, ato nuk e di çështjet e së kaluarës ku jam, ato pyetjet ekzistenciale ku jam, çfarë dua të arrit, se jam këtu, çfarë do të bëj, a jam lën kjo marrëdhënie, do të vazhdoj, a do ta prish, a do të jem në këtë bashkëpunim apo jo. Nëse sido që janë gjë që do zgjasin këto në kohë, derisa ta ndani mendjen se çfarë duhet të bëni realisht, por u them se keni për ta gjetur atë zgjidhjen. Ama me kujdes dhunën, me kujdes fjalën, ju jeni të dialogut, ju jeni të ekuilibrit, por që mos të dalë situata jashtë kontrollit, nuk është mirë. Nëse ju uroj një javë të mbarë sido që të jetë, me pak më shumë kujdes juve të dhjetëçit të fundit po e themi këtë gjë, jeni në ndikimin e hënës së plot, ama unë them dhe e besoj gjithmonë çdo gjë nis për më mirë dhe asnjëherë për më keq. Mjafton të dish të ruash ekuilibrat. Tani, ju uroj një javë sa më të mbarë sikur se thash dhe nisi me ditën e hënë, ku sigurisht ja ku jemi. Duhet të mësoni ato, do të thënë, vazhdojmë përpara po si, sigurisht vazhdojmë përpara po si, sepse fundja hënët e plota për këtë gjë janë për të mbyllur ciklet të caktuara dhe sigurisht për të vazhduar përpara, por si duke u dorëzuar. Është shumë e rëndësishme të dish se kur duhet të dorëzohesh dhe nesër pikërisht të gjithë do kuptoni, ndonjëherë në mënyrë që të mund të vazhdosh përpara, duhet të dorëzohesh, duhet të ulësh armët, duhet të mos luftosh më. Të mos luftosh më për të ndryshuar një person që nuk ndryshon, të mos luftosh më për të ndryshuar një situatë e cila nuk ka për të ndryshuar, por të dorëzohesh dhe të fillosh të investosh mbi veten për të ndryshuar atë çka je ti në të vërtetë. Kështu që i lë pas ato çka nuk mund të ndryshojnë dhe vazhdon përpara me ato çka mund të ndryshojë që normalisht është vetvetja juaj. Sigurisht që do keni atë tendencën për të larguar nga problemet, nga situatat, por që tash është momenti i tillë dhe
është moment analize, është moment vetë reflektimi, është moment ku thjesht duhet të pranoni humbjen dhe të vazhdoni përpara kaq. Dhe mos harroni që kemi çik një hënë këtu apo jo. Hënë e plot të kalojmë në ndërre, sidoqë të jetë. Është ajo që thash, u ta dëgjoni dhe në interpretimin e hënës së plotë se si domethënë ka ndikuar dhe po ndikon tek ju. Fundja kuptoni kaq, që prekët limitet, e bët çka kishit për të bërë, çfarë nuk u arrit, s'ka rëndësi, ju e bët punën tuaj, po a them edhe një herë. Duhet të dini ndonjëherë e të pranoni që edhe ndonjëherë duhet thjesht të dorëzosh në mënyrë që të vazhdosh përpara. Jo gjithmonë mund të jesh në luftë në përpjekje. Ndonjëherë duhet t'i ulësh armët. Por që këtu fillon një rrugëtim i ri, një udhëtim i ri juaj, i njohjes së vetvetes dhe së arritjes së qëllimeve tuaja. Por pasi jeni dorëzuar dhe keni pranuar humbjen tuaj, shumë e rëndësishme kjo pjesë. Dita e hënë kjo. Për sa i përket tani vjen kjo me zhgënjim, a shoqërohet me zhgënjim, po sigurisht sepse pritshmërisht ishin ndryshe dhe rezultati është ndryshe, por mund të jetë edhe me shoqërohet gjithashtu edhe me reflektim. Dhe edhe kjo është pjesë e rëndësishme. Mund ta reflekton njeriu dhe kupton që, fitoj më shumë nëse iki tani se sa po të qëndroj edhe më shumë. Edhe ja ku jemi ditën e martë, ku shumë bukur duket se të paktën një mashkull luan një rol shumë të rëndësishëm në jetën e juve femrave, ju ndihmon ky individ të arrini një farë stabiliteti, ju stabilizon, ju ndihmon, ju orienton, mund të jetë cilido personi i cili luan një rol të rëndësishëm në jetën tuaj, por që është këtu për t'ju zhvilluar, për t'ju çuar më tej, për t'ju mësuar parimet, vlerat, për t'ju kujtuar parimet, vlerat e merat. Ju qeni meshkuj, sido që t'jetë, e keni vetë këtë lloj aftësie, ta orientoni veten tuaj, ta uli veten me këmbë në tokë dhe të kuptoni se ku duhet të investoni më tepër dhe ku duhet bërë investimet. Nëse është një ditë e bukur për fitime, për të kanalizuar energjitë tuaja, për të kthjelluar dhe për të investuar atje ku duhet të investohet. Të paktën përsa i përket biznesit, favorizojeni jashtëmase shumë ditën e martë, ju meshkuj pikë së pari, po dhe juve femrat, pse jo, përmes një mashkulli i cili ditë ju orientoj, mund të keni dhe ju ato fitimet tuaja ose mbështetjen e nevojshme. Por që ditë shumë e rëndësishme përsa i përket biznesit edhe investimeve në përgjithësi. Përsa i përket pastaj ditës së Mërkur, kujdes egon, kujdes egocentrizmin, kujdes së thuash debatet, kujdes, domethënë, atë kanalizimin e energjisë, ose të thuash mundoni ta çoni energjinë tuaj atje ku duhet, atje ku nuk duhet tërhiquni, pra mos harxhoni energji kot në gjëra të cilat nuk të ndryshojnë dot ose nuk do kishin asnjë rezultati sado që të përpiqeni ju. Nuk është ditë e mirë për të vënë dyshim aftësitë tuaja apo forcën tuaj, thash thjesht mos luftoni me forcë të egzageruar për të ndryshuar gjëra apo për të sjellë ndryshimin. Dhe mos u mundoni më kot të bindni persona për gjëra të cilat nuk binden dot. Kujdes shëndetin tuaj, kujdes investimet, nuk investoni brenda ditës së mërkur, po unë do të thosha më tepër kujdes shëndetin, po lodheni më kot dhe kjo gjë do reflektojë edhe në shëndetin tuaj, mos u mundoni të bëni gjitha gjërat vet. Dhe mos u bëni të thuash egocentrik, këtu e kam fjalën, domethënë mundoni të kuptoni që punoni me të tjerë, duhet të ndani punën, nuk do i merrni gjitha përgjegjësitë mbi supet tuaja, sepse në fund pastaj mbeteni pa pikë energjie. Ju mungon çik vetbesimi ditën e mërkur, ndaj dhe mos merrni përsipër gjëra të rëndësishme dhe të mëdha. Dhe përveç kësaj mirë do ishte të bëni një analizë për të parë se si e keni atë ekurin, si keni depozitat e ekurit, edhe juve femrat kujdes me gjëndrat tiroide, kështu që keni pak kujdes me këtë pjesë, me thënë kujdesuni pak dhe për shëndetin, dhe përsa i përket financave nuk shpenzojmë ditën e mërkur, bëjmë kujdes me financat, sepse mund të zëri ajo mania kompulsive të harxhuarit kohë, pastaj thoni që bëra vetes. Tani përsa i përket ditës e njëjte, dita e njëjte është dita ku këtu do keni dhe ju ato, që të themi, varet si e shikoni këtu realitetin, por nëse do keni besim tek intuita juaj, është një ditë njerë me intuit shumë të lartë, do me thënë, nëse këtu në 100% do keni besim në intuitës tuaj, atëherë nuk do gaboni dhe do dini të zgjidhni atë çka duhet të zgjidhet. Tani lajmet që keni këtu janë pozitive, pjesa më e madhe prej tyre, dhe këtu kemi një zgjim. Do thënë për të gjithë juve që jeni anoni çik nga spiritualiteti, diçka ju ndodh.
diçka ju ndodh dhe do keni një goxha reflektim të rëndësishëm ose një zgjim të rëndësishëm që ju bën të kuptoni shumë gjëra rreth vetes tuaj, kapacitetit tuaj, ëndrat mund të jenë më reale nga që i keni pas zakonisht. Pra është ditë mesazhesh shumë të rëndësishme nga kozmosi, i cili ju shpëton edhe nga rreziqe të mëdha që ndoshta ju kanosen. Tani këtu ja thotë mos i merrni gjërat me naivitet dhe me ku dëgjon. Më shumë naivitet nga ç'duhet, pjesa tjetër pastaj është okay. Përsa i përket kësaj ditës e njëjtë tham. Jo çdo gjë mund ta besoni ditën e njëjtë. Prandaj po ju them, bëni kujdes, dëgjoni intuitën tuaj, nuk do gaboni. Dhe mos tregoni naiv, mos tregoni më tepër, domethënë, të çkujdesur nga ç'duhet. Nuk po them shkëputuni nga realiteti, po them jeni më të vëmendshëm nga ç'duhet, po dhe dëgjoni intuitën tuaj, po. Po që të shohim se do ju vete kjo ditë. Përsa i përket pasaj ditës së premte, dita e premte është dita e përpjekjes për të mbrojtur atë çka ju takon, atë çka është e juaja, çfarë është interesi juaj, shumë të vendosur për të mos lëshuar për të fituar mbi një debat, mbi një mosmarrveshje, mbi një objektiv që ke lidhje me punën tuaj. Për çfarë do gjë që mendoni ju se është interesi juaj dhe po cënohet, duket shumë që aq do luftoni deri në fund për të mbrojtur atë çka është e juaja dhe ju takon dhe po, keni për t'ja dalë, keni për të pas sukses, kështu që mjafton ama mos të jeni më tepër arrogant nga ç'duhet, më tepër egocentrik nga ç'duhet, mos të arrini deri në ekstrem fare, po që qëllimet i arrini, ja dini. Përsa i përket ditës së shtunë pastaj, dita e shtunë ju vjen me dhurata, me mundësi, me mundësi për të festuar, për të argëtuar, për të kënaqur, për të gëzuar, me një triumf le të themi. Në përgjithësinë jetën tuaj, pra diçka arrihet nis tash ditën e premte, me sa duket arrihet ditën e shtunë, por kujdes dita e diel, kujdes egocentrizmi këtë javë, shumë egoista do të jeni në momentet e caktuara. Kujdes se mund t'ju kushtoj shumë fare mund t'ju kushtoj. Kujdes. Përshëndetje një akrepit dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. T'ju uroj një javë sa më të mbarë sigurisht. Që të them më shumë, mos të zgjatemi kohë, ta shikojmë drejt për së drejti direkt se si gjërat vënë dhe këtë javë. Për ju, e nisim me ditën e hënë, dita e hënë që është një ditë e cila drejtësia vjet në vend. Nuk e dini nëse nesër për shembull disa prej jush mund të keni çështje ligjore që duhet zgjidhur, një mosmarrveshje, shihemi në gjyq, diçka e prapambetur që duhet tani të marrë një farë drejtimi, është një çështje dokumentash, po jeni në një proces divorci, nuk e di çfarë i bie të jetë, është një kontratë e re pune, është një bashkëpunim i ri që lidh nesër, çfarëdo gjë qoftë që ka lidhje me aspektin ligjor të gjërave, një sqarim, një kontratë, një çfarëdo gjë qoftë, duket se ju ecën mirë. Çfarëdo gjë pra që ka lidhje me ligjin, me gjyqje, me një mosmarrveshje që zgjidhet gjëra të tilla, domethënë duket se ju ecin mirë dhe e mbyllni me sukses, domethënë një çështje të tillë pikërisht nesër. Për sa i përket tani ditës së martë, dita e martë, nuk e di pse ju shikoj, domethënë ju jepen mundësi, të cilat shumë prej jush, domethënë ku ta gjesh të jepet mundësia dhe ta kapësh, nuk e di pse do jeni çik ezitant, nuk e di pse do jeni dyshues, nuk e di mos besues ndaj të tjerëve. Keni për të humbur një mundësi ditën e martë, vetëm sepse do i shikoni gjërat me dyshim, ose nuk do jeni gati për të hedhur hapin e radhës. Ama unë do ju thosha mos e bëni këtë gjë, domethënë ja ku jam dhe po ju them, dita e martë sjell një mundësi në rrugën tuaj e cila nuk duhet humbur. Mundoni të mos e humbisni. Fal asaj pavendosmërisë tuaj apo frikës tuaj për të hedhur hapin e radhës apo se mos nuk është ashtu siç mendoj unë, mos e humbisni momentin sepse është diçka me të vërtet e rëndësishme për ju. Mos e çoni gjithashtu një talent që keni dëm vetëm sepse ju mungon vetbesimi. Është e rëndësishme dita e martë dhe ju sjell goxha mundësi, fitimi për fitimi ose realizimi, mos e humbisni vetëm për shkak se nuk keni mjaftueshëm besim tek vetja juaj ose se çdo gjë shikoni me dyshim. Tani përsa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur është dita ku hajde mund të kapim ndryshimin, hajde të kapim mundësit, jeni o burra, ecim përpara për të sjellë ndryshim në jetën tonë, po çfarë ndryshimi? Sepse pjesa më e madhe prej jush e keni këtë një proces mendor të tipit dua të sjell ndryshimin, domethënë vrull në mendjen tuaj, por në realiteti çfarë asgjë, domethënë ngecni. Nëse
gjatë ditës së mërkurë do dini se do komunikoni idetë tuaja, do i keni të qarta mendimet tuaja, ato çka ide keni dhe plane keni për të realizuar nuk mbeten thjesht në mendjen tuaj, por përkthehen me anë të fjalës dhe godasin atje ku duhet, atëherë them se mund të keni realizim dhe në jetën reale konkrete. Por në qoftë se e keni thjesht në mendjen tuaj dhe kaq mbyllet aty, atëherë thjesht siç nisi ashtu dhe do mbetet. Unë do thosha keni besim tek idetë tuaja, çfarëdo gjë është inovative, dhe vazhdoni përpara. Sepse me të vërtetë do bëni dhe ju pjesë e një ndryshimi shumë të madh. Keni besim pra tek intuita juaj, keni besim tek mënyra se si dhe aftësia që keni për të komunikuar, dhe po, është një ditë me një, nuk e di, tendencë të madhe për të komunikuar, për të kaluar idet, për të transmetuar idet, të cilat nëse transmetohen siç duhet dhe arrin në veshët e dur, atëherë them se edhe mund të sjellin atë ndryshimin edhe për ju, po edhe për në përgjithësi masa njerëzish në total. Pra është ditë komunikimi, si të thuash, që nëse komunikohet ideja siç duhet, sjell sukses kaq. Por është edhe inovative goxha, do të ndoj edhe çik guxim për ta çuar përpara idenë që ke, ose për të kërkuar atë që mendon se është e jote dhe të takon. Përse i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita e budallit, që do të thotë, keni parasysh atë guximin e budallait, e të çmendurit, pikërisht. Këtë gjë kërkon dita e enjte, ec përpara dhe ku të dali. Kaq do ju them. Besim tek intuita juaj, nuk ju gjen asgjë, nuk është se u gjen ndonjë gjë. Asgjë s'u gjen, thjesht është pikërisht guximi budallaj që të bën mos të pësosh asnjë gjë. E nisim nga zeroja, këtu marrim risje, sigurisht marrim risje, testojmë, provojmë, hedhim hapin e radhës, pa e ditur se ku na çon, por duke pasur parasysh se çfarë ka mësuar nga eksperiencat e së kaluarës, nuk përsërisim gabimet e së kaluarës me pak fjalë, dhe çdo gjë është e mundur. Nis ky proces që ditën e mërkur që ju thash, punon truri, lëviz, flisni, keni ide inovative gjithmonë dhe idni këto në zbatim ditën e enjte, me sa po shikoj që nuk besoj se do ju dalë keq. Ja fillime të reja. Merrni çika u kiu fiu tralala dhe mund t'ju dalë më mirë. Ama nuk mund të përsëriten situatat së kaluarës, nuk mund të përsëriten me personat që kanë mbetur të kaluarën tuaj, është një fillim totalisht i ri, fresko i ri fare. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte është dita ku këtu, po sigurisht diçka ndodh, domethënë shumë prej jush kuptoni se dikujt nuk duhet të kishit. Dhe këtu hapen syt. Kuptoni se kush ju ka tradhtuar, pse ju ka tradhtuar, do shgënjeni, do merrni një shgënjim shumë të madh sa prej jush. Dhe nuk ka gjë. Pse? Sepse ju jeni pikërisht ajo shenja që keni nevojë për këto gjëra. Juve çdo tradhti, çdo goditje pas shpinën ju bën edhe më të fortë, por sido që të jetë, po është një ditë që do rrëzoheni pikërisht sepse tradhtoheni ose ndjeni tradhtuar nga pikërisht ata persona që nuk e prisnit ose i kishit shumë për zemër. Kujdes këtu. Dita e premte që shgënjimi të jetë më i pakët, mundoni të mos keni shumë besim tek njerëzit, mundoni të mos nxjini informacione rreth vetes tuaj, mundoni të jeni sa më diskret, sa më të mbledhur, sa më të përbajtur, çfarë të them nuk e di, është diçka që do ndodhi sido që të jetë. Ama po, sigurisht që shoqërohet kjo ditë me zhgënjim, sikur se thash, me një dhimbje të madhe, sigurisht sepse tani të zhgënjesh nga persona që nuk e prisje, por është edhe ajo dita ku edhe mund të ndjeni të zhgënjur nga vetja juaj. Mund të jeni ju që tradhtoni veten tuaj, besimin tuaj të parët. Kështu që mbase zhgënjeni dhe nga vetja juaj, këtu nuk i dihet. Sido që të jetë është edhe një ditë që kuptoni që jeni të lodhur, nuk do të luftoni më, jeni lodhur nga këto goditje pas shpine dhe do rrëzoheni më në fund. Dhe kjo është gjë më e mirë që mund të bëni sepse aty zeroheni dhe keni mundësi ta nisni nga e para. Po që ka një natyrë të tillë kjo dita e premte. Tradhti dhe zhgënjim. Përsa i madje ka dhe mundësi nga persona që nuk e prisni. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, dita e shtunë po sigurisht do kuptoni që veti kishte vendosur syt pas këtyre syzeve roze dhe ja se çfarë ndodh. Akoma disa prej jush duket se janë në ndikimin e këtyre syzeve roze, sado që po shikoni mashtrimin që po ju bëhet edhe sikur se thash atë tradhtin që po pësoni, pra
Prap s'doni ta pranoni, prap do ju manipulojnë. Kujdes me ditën e shtunë, dhe përsa i përket ditës së diel, për gjithë ju pastaj që doni të kuptoni se gjërat duhet ndryshuar. Ktu arrini avash të kapni qëllimin tuaj në këtë jetë. Shumë prej jush ditën e diel kuptoni se përse keni ardhur në këtë jetë, cili është qëllimi juaj në këtë jetë dhe çfarë keni ardhur të realizoni apo çfarë qëllimi keni ardhur të përmbushni. Dhe me sa duket pjesa më e madhe prej jush po e përmbushni në së miri. Përshëndetje një shqiptari dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle, të parashikimet e javës, për shenjën tuaj si çdo javë, sigurisht. Uroj të jetë një javë e mbar, uroj t'ju vej mirë dhe e nisim me ditën e hënë, ku me sa duket jeni midis dy zgjedhjeve. Të vejnë këtej apo të vete andej, ta bëj kështu apo ta bëj ashtu. Jeni 50 me 50 ditën e nesërme, jeni po ju ofrohet të paktën, ndoshta mund t'ju bëjnë dy oferta, dy propozime, keni dyshimet tuaja, jeni të paorientuar, sigurisht ju mungon vizioni, po largpamësia, po a është mirë të vendosni, nëse mund të evitoni vendimarrjen nesër për çështje të rëndësishme dhe që ndikojnë drejt për së drejti në të ardhmen tuaj, atëherë okay, do i thosha po. Mirë është ta evitoni vendimarrjen nesër. Nëse ju pastaj mundoni të veproni mbi atë çka është më mira për ju, atë çka mendoni juve se është më mira për ju në varësi të kushteve në të cilat ndodheni, punoni, jetoni, bashkëjetoni, ndërveproni. Kështu që çdo gjë varet nga ju. Dita e nesërme ama vjen me duhet të zgjedhësh, duhet të ndash mendjen me pak fjalë. Se sa jeni gati apo jo, nuk e di, të shohim ju e dini këtë gjë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku ëndra mund të bëhet realitet. Me sa duket rikthehet shpresa, keni vizione shumë të rëndësishme lidhje me të ardhmen, përjetimet që keni lidhje me të ardhmen janë të rëndësishme, ëndra që do të shikoni ju tregojnë një realitet që ju pret pak më tutje. Pra, vizioni nuk ju mungon këtu, pra nëse do kishit mundësi të vendosni lidhje me të ardhmen tuaj, do ishte mirë dita e martë më shumë se sa dita e hënë. Si do që të jetë ama, dita e martë vjen me thash një frymëzim, një shpresë për sa i përket të ardhmes, me lajme shumë të mira për sa i përket shëndetit, juve që keni pas probleme me shëndetin tuaj, me një marrëdhënie që kishte ngecur diku ose nuk po ecte, ose nëse keni pas probleme me marrëdhëniet tuaja, është një ditë ku shpirtërisht do të ndjeni të rigjeneruar dhe se keni shpëtuar nga më e keqja, sa thuash nuk do të ndjeni më në fazë depresioni, të çliruar, të thuash nga ndjesitë e këqija, frika, pasiguria, gjëra të tilla me radhë. Do thënë, është një ditë e bukur, shprese, shërimi, pozitiviteti, rigjenerimi, në përgjithësi. Për sa i përket ditës së, dhe po, në raste të veçanta mund të tregoj dhe një njohje shumë të rëndësishme me një individ që vjen në jetën tuaj për t'ju ndryshuar jetën dhe me cilin të keni një goxha lidhje të fortë spirituale, si të thua, shpirtërore. Tani, po dhe përjetime që do të keni ditën e martë, do të jenë nuk e di si jashtë kësaj realiteti kësaj bote. Përsa i përket tani ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku nuk i keni mirë punët me meshkujt, juve femrat në përgjithësi, do të thënë jeni çik në trusnie si për lidhje me ta, nuk bini dakord, energjia maskullore duket sikur ju frustron, ju trysnon, ju acaron. Ju që jeni meshkuj nuk jeni në fazën tuaj më të mirë, vendime që do merrni nuk ju komplimentojnë, si të thuash, do të jeni të ashpër, agresiv, arrogant. Kujdes pra, si të thuash, ditën e mërkurë me arrogancën, me dhunën në shkuptim të kaluarit të ideve, të përcjellurit të ideve, mund të jeni absolut dhe kjo që nuk është gjë e mirë. Kujdes me figurat mashkullori dhe femrat në jetën tuaj, ju që jeni meshkuj që atë me thash. Nuk favorizojnë lëvizje që ka lidhje me biznesin. Vetëm këtu do gabonit. Vendimarrjet tuaja në biznes, në karrierë do të ishin të gabuara, kështu që bëni me të vërtet kujdes këtu, ditën e mërkurë. Dhe kujdes dhe me shtetin, në përgjithësi, autoritetet e shtetit nuk i provokojnë, sepse e pësojnë pastaj. Përsa i përket ditës së nejte, dita e njëjtë është dita ku shumë trysni e madhe psikologjike, psikofizike do thosha, sepse frika, pasiguria, ankthi, sigurisht ndikojnë edhe në trup apo jo. Por që duhet kuptoni se kjo është situata e cila buron nga
fakti që nuk qetësoheni dot, e keni gjithmonë jeni tërkohës në lëvizje, jeni tërkohës në trysnie sipër për të realizuar gjëra, po harroni që duhet edhe të qetësoheni. Kështu që për të mirën tuaj fizike, psikologjike me radhë, mirë do të ishte ditën e enjte, aq sa mundeni, ta merrni pak pushim. Pra do të kuptoni që keni nevojë dhe për pushim. Pushim mendor, psikologjik, fizik, si të doni merrni ju, keni nevojë për pushime. Dhe arsyeja pse jeni në trysni kaq të madhe ose vuani nga ankthi ose nga nuk e di përjetime të ndryshme dhe lodhja dhe pafuqia është thjesht sepse nuk po qetësoheni. Por mundoni të jepni edhe çik pauzë vetes ditën e njëjtë. Stakoni pak. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku një femër do i qëndrojë shumë pranë dhe mund të jetë mamaja juaj, mund të jetë një shoqe e ngushtë, mund të jetë intuita juaj, e cila ju sjell përsëri në origjinë, ose ka thuash ju qetëson paksa ose ju këshillon, ju mbështet ju jep një suport, pra mbështetje psikologjike dhe jo vetëm. Kështu që shumë e rëndësishme kjo pjesë, për këdo prej jush do ketë nevojë për një këshill të vërtet, për një mbështetje të vërtet, nuk ka për t'ju munguar, se të jeni femra, të jeni meshkuj. Është gjithashtu për ju meshkujt një mundësi për të gjetur një femër e cila, ose mbase dhe e keni, por fundja e shikoni më në fund, që i ka të cilësi që ju kërkoni, që është ekuilibruar, e dita thot fjalën e dur atje ku duhet, ditë ju mbështesi, është gjithmonë pranë jush. Këtë femër nuk e lini t'ju shkojë kështu dëm. Ju që jeni femra mund të zbuloni një anë tjetër tuajën që nuk e kishte harruar që e kishit dhe të ndjeni krenare përsëri për vete. Por që po është një ditë e cila sjell shumë këshill, shumë suport, shumë mbështetje nga femrat tek femra dhe anasjelltas pse jo. Kështu që kështu. Përsa i përket pastaj jemi të dita e premte, këtu e hënë e martë të kurejt e premte, por pse për këtë ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e ekuilibrit, më të sigurisht. Arrini një farë ekuilibri tash me veten tuaj pikë së parë, do të thënë arrini të ekuilibroheni, arrini të bëni diferencën në jetën tuaj, nis që nga bëj paqe me veten, sikur se tash keni nevojë të qetësoheni paksa, pastaj merrni këshillat e dura, do të thënë jepni kuraj jo vetes dhe pastaj ja ku arrit ajo çka duhet të arrihet, një farë ekuilibri shumë i rëndësishëm. Dhe përsa i përket ditës së diel, pastaj këtu nuk kemi çfarë të bëjmë, të gjithë juve që jeni sjell gabim ose keni bërë një gabim, do përballeni me pasojat e veprimeve tuaja, duket se vjen diçka e papritur, e papandehur dhe është goditje e fatit dhe s'kemi çfarë të bëjmë, është një ndërhyrje hyjnore për të ndryshuar diçka që ju nuk keni fuqinë ta ndryshoni vetë në jetën tuaj. Nuk është shkatërim, sepse gjithmonë nuk e di ju zë paniku, nuk ka lidhje me shkatërohem, ka lidhje me tronditem, shkundem vendit, për të kuptuar se çfarë ndryshimi duhet të sjell në jetën time dhe të mund të ndryshoj më në fund të jem mirë. Kështu që çfarëdo gjë e fati sjell në rrugën tuaj ditën e diel, e sjell për të mirën tuaj dhe jo për të keqen tuaj. A është e vështirë? Sigurisht. Por duhet të shkundesh një herë vendit që të mund të bësh ndryshimin apo jo, dhe të jesh më mirë më tutje. Kështu vijnë gjërat. Përshëndetje një Briciapi dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj që sido që tjetë jeni në ndikimin akoma të kësaj hënet e plot që u kulmua sot, e cila ju vë para përgjegjësive dhe juve dhe shikoni ato çka shkojnë, çfarë nuk shkojnë, çfarë duhet të ndryshojnë në jetën tuaj, me karrierën tuaj, me qëllimet tuaja, me objektivat tuaja, me banesën tuaj, me familjen, me të kaluar, me gjëra të tilla domethënë, dhe me vlerat tuaja, fundja kush jeni. Çfarë bleni, sa ju vlerësojnë të tjerët, sa e vlerësoni ju veten tuaj, si investoni, ku do të investoni, ku do të mos investoni, e me radhë, të gjitha këto së bashku, sigurisht që do kenë një goxhan ndikim në jetën tuaj, do mos vetë 10 ditësh të fundit, por çdo gjë për më mirë, si gjithmonë, të shpresë kam dhe të gjëra i besoj. Tani, ju uroj një javë sa më të mbarë dhe nisim me ditën e nesërme, e cila po shumë mundoni të dini ta drejtoni fjalën, mundoni të mos jeni shumë arrogant, mundoni të mos jeni shumë insistues, mundoni të kuptoni se individ ose në momentet caktuara mirë do ishte të mos insistoni po të tërhiqeshit. Pra fjala nesër ka një peshë shumë të rëndësishme. Nëse nuk do dini
ta drejtoni siç duhet, do ju bjeri për kokë dhe do krijoj telashe, ndaj edhe mbet të tjerë t'ju them për sa i përket ditës së nesërme, kujdes se si e drejtoni fjalën, kujdes se si e menaxhoni atë, kujdes se si e përktheni në fjalë atë çka mendoni, sepse mund të ketë pasoja vërtet të rënda dhe të mos jenë fare në favorin tuaj. Nëse emotivisht nuk e kontrolloni dot veten tuaj, atëherë mirë do ishte mos të flisni fare. Dhe nëse do të pozicionoheni për çështje të rëndësishme, mirë është të jesh të ushtrosh kritik, por ndonjëherë mund edhe të sjellë rezultatet e kundërta. Kështu që me kujdes fjalën nesër do thosha. Dhe mos u bëni pjesë të ashetemeve nëse keni mundësi. Tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita ku më në fund shifet një farë drite në fund të tunelit, nuk keni më frikë, nuk keni më ato pasigurisht që keni pas, e kuptoni se vete kishit futur vete në një, nuk e di, vrym nga nuk dilni dot më, por që më në fund avash po ja dilni, të zhbllokoheni, ta shikoni realitetin për atë çka është, mos keni më frikë, dhe të jepni vetes mundësi për të vazhduar përpara. Gjë që nuk e bë dot deri më dje. Është ditë reflektimi, është ditë rikuperimi, është një ditë ku jo vetëm psikologjikisht, po dhe fizikisht po qeni zgjidhje në probleme të ndryshme që keni pas. Kaq, reflektoni dhe fitoni përsëri atë veten tuaj, të tuash, dhe mbaron nuk ka më frikë. Përmirësojnë situatat problematike që kishit pas, do me thënë, ju kthehet përsëri ajo frymëzimi dhe besimi tek e ardhmja dhe se gjërat mund të shkojnë më mirë. Dhe vërtet që do të shkojnë më mirë, duke do të thotë që ditën e martë që kemi përmirësim të situatës. Për sa i përket që ka lidhje me çdo gjë, mund të bëj dhe me shëndetin tuaj, çfarë do gjë që ju ka rënduar psikologjikisht, mbaron aty. Tani për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita ku kujdes mashtrimet, kujdes gënjeshtër, kujdes persona që nuk janë ata që duken se janë, të tjera ëndra po ju shesin dhe të tjera gjëra po bëjnë pa shpine, mundoni të kuptoni dhe ta kapni që në fillim mashtrimin që të mos kemi se thuash pasoja pastaj. Kaq, nuk di çfarë të them më shumë se kaq, kujdes sepse mashtrimin mbase nuk po ua bën një individ tjetër, por ndoshta jeni ju duke mashtruar veten tuaj, duke besuar gjëra të cilat nuk janë të vërteta, duke shitur vetes ëndra të cilat nuk janë të vërteta, e merat. Por që kujdes, mbroni interesat tuaja, portofolin tuaj dhe çfarëdo lloj gjëje është me vlerë për ju ditën e mërkurë dhe ju lutem shumë edhe një herë, po ju them mos u bëni pjesë të ashetemeve, e gjërave që dëgjoni lart e poshtë, kujdes, shumë kujdes, ju lutem. Përsa i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita ku është ditë e fatit. Dhe këtu kemi lajme të mira, kemi jo vetëm lajme të mira, kemi këtu mund të shkruaj fati 100%, një person që vjen rastësisht në jetën tuaj, një ide që ju lind në kokën tuaj kështu kot po që do dali plot, një ajde mo ta hedh të hape çfarë të dali duket se ju del për mirë. Do të thënë këtu çfarë do gjë mund të jetë, që nga një individ që vjen rastësisht në jetën tuaj dhe mund të jetë personi i jetës tuaj, që nga një person i cili mund të dalë rastësisht si çhyri në jetën tuaj sepse nuk ishte fati juaj dhe hap rrugën për diçka më të rëndësishme, dhe të themi rastësisht janë pjesë e jetës tuaj ditën e mërkurë dhe janë për mirë, jo për keq. Keni besim pra tek fati juaj, duket se po ju çon atje ku duhet të shkoni në të vërtetë. Dhe në qoftë se nuk do ju pëlqej rastësia ose diçka del në mënyrë të papritur dhe juve ju duket sikur ndodhi diçka e madhe e keqe kam fjalën, duhet të kuptoni, duhet të pranoni se kjo gjë po ndodh për një më të mirë të madhe, pra, mbase nuk realizohet të thuash ëndra juaj siç e prisnit ju, por ajo çka ndodh për më mirë akoma. Pra, në qoftë se të thuash merrni një zhgënjim ditën e mund të jetë kështu, merrni një zhgënjim ditën e njëjtë në lidhje me një pritshmëri që kishit në lidhje me diçka të caktuar, kuptoni se fakti që nuk po realizoni atë ku doni ju, por po ju vjen kjo gjë në një mënyrë tjetër, është për më të mirën tuaj, le të themi. Akoma, edhe më mirë. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita ku thjesht keni durim, mos e humbisni durimin, mos e humbisni besimin dhe çdo gjë mund të shkojë siç duhet. Ajo çka duhet ju them përsa i përket ditës së premte, mundoni të jeni pak më të fokusuar në mirëqenien tuaj, kushtoni pak më tepër rëndësi shëndetit tuaj, mos punoni si punë budallajt, po punoni siç duhet, sepse pastaj
arini pse s'bëhet, pse s'ashtu, mos u hani me rrobat tuaja, mos u zini me të gjithë, faj nuk ka kanë të tjerët, kërkojeni fajin pikë së pari tek vetja juaj, nuk ka njerëz të pagabueshëm, duhet ta kuptoni këtë gjë, dhe jo nuk mund të jetë asgjë perfekte, asnjëherë gjërat nuk mund të jenë 100% perfekte. Shumë prej jush ama ka mundësi që ditën e premte edhe të shkëndijnë në lidhje me një zgjedhje që kanë bërë në jetën e tyre personale, mund të kuptoni që personi që ju e kishit super idealizuar apo mendoni se ishte personi i jetës tuaj, realisht nuk është i tillë. Në rregull, dhe lidhet me atë gjë që thash me të rrotën e fatit, që fati ndonjëherë nuk të çon atje ku ti mendon se je më mirë, po të çon atje ku realisht do jesh më mirë. Dhe kjo gjë duket domethënë. Dhe përkthet. Por ama sido që të jetë lutem shumë kujdes me ditën e premte, me shëndetin tuaj, me punën tuaj, mos e teproni në përgjithësi, e kam fjalën. Tani, përse i përket ditë dhe mos e çoni veten në limite, këto kam fjalën. Përse i përket pastaj ditës së shtunë, keni besim tek intuita juaj, është e pagabueshme këtu, një ide që mund të keni, një frymëzim, një gjë që mund ta bëni ndryshe, keni besim pra tek intuita juaj dhe ju çon shumë larg. Madje nëse do dini ta komunikoni atë ide që do keni tek personat e duhur, atëherë përkthehet në një sukses shumë të madh. Përse i përket pastaj ditës së diel, sigurisht që favorizohen kontrata pune, biseda në lidhje me kontrata pune ose në lidhje me karrierën tuaj, ose nëse do të merrni një vendim shumë të rëndësishëm në lidhje me një bashkëjetesë, martesë apo fejesë, edhe kjo gjë shumë mirë favorizon me pak fjalë. Por kjo është 50/50. Ka nga ata prej jush të cilët tash kuptojnë që janë me personin e gabuar dhe s'mund të vazhdojnë më tej dhe mbaron këtu. Ka dhe nga ata prej jush që mirë gjendeni me personin që keni, edhe doni ta ti jepni dhe një mundësi për më shumë akoma. Gjithashtu, sikur se tash favorizojnë edhe çështje karriere dhe pune ditën e diel. Përshëndetje, përshëndetje shenjë ujori dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Uroj të jetë një javë sa më e mbar. Ju do të të fundit jeni edhe në ndikimin e Uranit nga shenja e Demit, ju të tjerët të ditë të parë në ndikimin e Plutonit, pak më vonë, ju të ditë të parë duhet të bëni kujdes, ju të ditë të fundit jeni në ndikime momentalisht, shumë gjëra duke se po ndryshojnë jetën tuaj, ca me trysni, ca me acarim, ca me situatat që si keni ju kontrollin e tyre më në duart tuaja, por që çdo gjë keni parasysh po vjen për më mirë dhe jo për më keq. Tani, sikur se thash, uroj të jetë një javë e mbar dhe e nisim me ditën e hënë ku me sa duket këtu keni mundësi të çoni përpara çfarë do gjërash doni të çoni përpara. Pra, vazhdoni me potërinë në rutinë, vazhdoni me punë, me përpjekje, me insistim për të vazhduar përpara projektet tuaja dhe për të parë realizim. A do ja dini? Po sigurisht, pra në çfarëdo gjë ka të bëjë me karrierën tuaj, punën tuaj, objektivat tuaja, të çoni përpara një projekt sikurse tash, të punoni për arritjen e një qëllimi dhe realizimin e tij, duket se tu do keni sukses, por nuk ka për t'ju munguar dhe mbështetja e individëve të rëndësishëm që e ka në dorë fundja dhe këtë realizimin tuaj. Tani përsa i përket përfitimeve nga puna, përsa i përket fitimeve në vija të përgjithshme, jeni duke u stabilizuar, duke krijuar dhe ju rutinën tuaj dhe të ardhmen tuaj avash avash. Domethënë, duket se mirë po ju ecin gjërat, nuk po ju ecin keq. Jeni pjesë e një rutine, pjesë e një realizimi, gjërash konkrete që po shkojnë atje ku duhet të shkojnë. Tani nëse keni pas probleme me shëndetin tuaj dhe po mbani një farë regjimi të caktuar, kjo gjë po jep rezultatet dhe keni përmirësim dhe do keni dhe më shumë përmirësim akoma. Të ardhurat janë duke ecur mirë, si të thuash. Dhe nesër keni dhe mundësi të bisedoni dhe për më shumë, të kërkoni dhe më tepër dhe t'ju aprovohet kërkesa juaj. Përsa i përket ditës së martë, këtu shpëtoni veten tuaj nga vuajtjet. Ta them kështu troç, e para kuptoni se vjen ndonjëherë momenti që duhet dorëzohesh dhe t'i lësh gjatë rrjetin si të duan, dhe sidomos kur jenë ato momente që e lodhur shumë. Dhe këtë po bëni ju ditën e martë, një pjesë e juaja, një pjesë e mirë e juaja. Të tjerë mund të jeni duke kuptuar se jeni sakrifikuar shumë dhe nuk do vazhdoni më të sakrifikoheni për askënd, dhe gjithashtu keni kuptuar se ata çka nuk duan të ndryshojnë, ata individ që nuk do ndryshojnë kurrë, dhe ato situata që nuk janë jashtë kapacitetit tuaj, janë mbeten jashtë kapacitetit tuaj dhe thjesht ishti dorë dhe shpëtoni veten. Pra, po shpëtoni veten ditën e
marrë nga përpjekjes tuaja të kota për të ndryshuar, për të sjellë ndryshim në një situatë, por duke u fokusuar tek vetja juaj dhe duke u munduar të ndryshoni të ardhmen tuaj, veten tuaj, duke marrë pra vetë kontrollin e jetës tuaj në duart tuaja, pa qenë më kukulla në duart të tjerëve. Këtu mësoni, sikur se thash, nga eksperiencat tuaja dhe nga dështimet tuaja, dhe po ishin dorë më në fund, dhe ja dilni të ishin dorë nga vese, nga varësi të ndryshme. Shumë e bukur dhe e rëndësishme dita e martë. Është ditë çlirimi, është ajo dita ku mund të ishe duke vuajtur nga stresi, nga ankthi, nga fobirat të ndryshme, nga një traumë, nuk e di se çfarë, edhe zgjohesh ditë të bukur dhe kupton që ajo gjë nuk është më pjesë e jetës tënde dhe ti nuk e më frikë nga asnjë gjë. Pra, ose mund të jesh shumë i fiksuar pas një individi dhe të mendosh, pavarësisht se ta nxjerr jetën, të mendosh domethënë se ai shpreston jetës tënde, dhe të zgjohesh ditë të bukur të kuptosh që të gjithë kishin të drejtë dhe po ai është një pler, njeriu që nuk do ndryshojë. Domethënë, kjo është dita e martë për ju, ta kuptoni. Tani, përse i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku po kuptoni shumë qartë se çfarë padrejtësisht keni bërë vetes tuaj. Domethënë që gjithçka ka ardhur bumerang në jetën tuaj, ka ardhur sepse ju keni besuar në individ të cilët nuk duhet të kishit besuar, i keni dhënë mundësi individëve të caktuar të jenë pjesë e jetës tuaj dhe s'duhet ta kishit bërë këtë gjë, keni shkelur mbi veten tuaj, mbi parimet tuaja duke besuar më tepër tek keq orientimi i individëve të caktuar, kështu që ja, këtë gjë kuptoni. Dhe për të gjithë juve që jeni pjesë e një procesi ligjor gjyqësor, mund të mos fitoni sepse sa thua kaq keq që keni çuar veten deri në atë farpike saqë nuk ju favorizon momenti, le të themi. Është një padrejtësi që ju të parë ja keni bërë vetes tuaj. Nëse jeni të përfshirë në një debat me një individ caktuar i cili duket se ka epërsi mbi ju, jeni ju që po ja jepni këtë epërsi. Kështu që çfarë të them, vetë keni sjell veten në këtë farpike dhe fatkeqësisht, por më keq akoma, nuk doni të mësoni dhe nga gabimet tuaja. Domethënë, vazhdoni insistoni të mos mësoni. Prandaj po e pësoni dhe më keq akoma. Nëse sido që të jetë, domethënë, kështu është fati juaj, vetë sollët vetë deri këtu, ta ndovuani dhe pasojat. Ama fajin e keni vetë, këtë dua të them. Përse i përket tani ditës së enjte, dita e enjte është dita ku nuk zgjidhen, thjesht juve bëni paqe me veten tuaj. Kuptoni këtë gjë që po ju them, domethënë që vetë keni fajin që arritët deri këtu me individ caktuar, me situata të caktuara, e pranoni fajin tuaj ama, edhe bëni paqe me veten tuaj dhe vazhdoni përpara. Këtë tipar ka dita e enjte, mirë thash. Kuptoni fajin, kuptoni gabimin, e merrni përsipër dhe vazhdoni përpara. S'ken çfarë të bëni tjetër dhe fundja. Nuk mund të vazhdoj më tutje, mbaron konflikti këtu, mbyllet çdo gjë dhe mbyllet në këtë mënyrë sikurse ua përshkrova. Hajt, gjysmë së keqes le të themi. Përsa po të paktën mbarojnë konfliktet, mbarojnë ato përplasjet, mbarojnë e pranoni pra fajin, se thua, pranoni humbjen edhe vazhdoni përpara, kaq mjafton. Por ama vjen edhe me një farë gjëje pozitive kjo, ka dhe një zgjidhje pozitive sepse fundja bëni dhe paqe me veten. Sepse të pranosh gabimin, të pranosh fajin, do të thotë që deri diku bërë paqe me veten. Pavarësisht humbjes, pavarësisht mos arritjes asaj gjë që do të arrije, duke kuptuar se vetë ke fajin që nuk u arrit gjëja më e mirë dhe nuk u arrit sepse shkele mbi veten, prapë të arrish të falësh veten është gjë e madhe. Dhe ju me sa duket do arrin ta bëni këtë gjë. Përse i përket tani ditës së premte, dita e premte është dita e çfarë të them tani, këtu favorizohet çfarëdo gjë ka të bëjë me punën krijuese, sikurse thash, me investimet tuaja mbi punën krijuese, nëse doni të shprehni pëlqimin dikujt, bëjeni, ose dikush mund të vijë të shprehë pëlqimin e vet juve, domethënë favorizohen yjet e reja, favorizohet flirti, favorizohen kontakte me individ të rëndësishëm, çfarë të them, është ditë e bukur përsa i përket romancës, përsa i përket daljeve, përsa i përket një mundësie që mund t'japësh vetes për të njohur individ të rinj, romantikisht e kam fjalën. Po, se sa do zgjasi pastaj është tjetër gjë, sa mund të zgjasi këta individ në jetën tuaj, por që të paktën është ditë e bukur për t'i dhënë vetes një shans tjetër, një mundësi tjetër. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është ditë transformimi, sigurisht është ajo paqe që thashë bëri me veten tuaj, është kthimi në origjinë, është të kesh vetbesimin të kthyer në vetvete, është ditë transformimi që vjen tash.
si moment paqeje me vetë veten. Sidomos në qoftë se jeni dhe në ascendent peshqish, kështu gaforeje dhe akrepi, edhe më tepër akoma kjo gjë ndikon tek ju. Nëse ju lik puna me individ të tillë, do jenë pjesë këta e arritjes së paqes tuaj dhe të bërit paqe me veten tuaj. Po është edhe ditë intuite, është një ditë me intuit shumë të lartë që nëse aty ndiqni intuitën tuaj, arrini deri në jo vetëm vetë besim të plot, por edhe kthjellim të plot, ndërgjegjësim të plot të vetes tuaj. Dhe përsa i përket ditës së diel, mundoni të evitoni çfarëdo gjë sa thuash bëhet shkak për të lindur përsëri një debat, për të arritur përsëri një përplasje në marrëdhënie në çift, pra evitoni çfarëdo gjë që u çon në konflikt e thjesht me të tjerët, sepse situata mund të përkeqësohet edhe ajo çka keni luftuar të mos prishet për një fraksion sekundi, për një fjalë goje. Përshëndetje shenjët peshqve dhe mirë se vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimin e javës për shenjën tuaj. Uroj të jetë një javë sa më e bukur, sa më e mbar, me sa më pak trysni do Zoti. Tani ju të ditësh të fundit jeni akoma në zhgënjime, sidomos në dashuri, në financa, në kontrata të rëndësishme që keni nënshkruar apo investime që mund të keni bërë pak më përpara. Por çfarë ju bëjmë? Do mësoni dhe ju apo jo nga gabimet tuaja. Por po, sjell çik kjo javë sjell ca zbulime të themi, realizime të themi, por që shoqërohen me zhgënjim po sigurisht. Ama uroj t'ju hapen syt një herë mirë të kuptoni se çfarë zbori e keni punuar vetes dhe se duhet të hiqni dorë nga vuajtjet dhe të mësoni nga gabimet tuaja më në fund. Tani, për sa i përket ditës së nesërme, dita e hënë, këtu do ju kushtonte shumë në qoftë do ishit të nxituar më shumë nga ç'duhet. Jo tepër optimist. Okej, mirë është, do me thënë, të rendësh pas ëndrave, të shkosh gjërave nga pas, të luftosh për të arritur atë çka duhet të arrihet, por duke bërë me tepric, duke bërë me më tepër, me energji të egzageruar, mund të arrit rezultati i kundërt. Pra kujdes nga nxitimi, kujdes nga arroganca, kujdes nga e dua çdo gjë tani dhe tani se ashtu them unë. Mirë është të kesh besim në vetvete, por mbi më tepër besim nga ç'duhet, pastaj arrim në konkluzionin e kundërt. Pra nesër nëse do të jeni me këmbë në tokë, të kujdesshëm, të panxituar, them se mund të arrini të keni një sukses shumë të rëndësishëm në punën tuaj, në karrierën tuaj, në çfarëdo gjë kërkoni të arrini, por në qoftë se e teproni dhe kaloni masën, atëherë mund të arrini rezultatet e kundërta. Përsa i përket dashurisë, pastaj kujdes, mos e kaloni limitin, ju lutem shumë. Gentleman, juve meshkujt, mos e trysnoni femrën shumë, sepse do dili pastaj si persona të fiksuar, si mos them ndonjë fjalë tjetër që s'duhet, si manjakër, okay? Bëni kujdes pra me këtë pjesë. Përsa i përket tani ditës së martë, bëni shumë kujdes me ç'të të them, financat. Pse e them këtë gjë? Tani ju jeni dashamirës nga natyra, afërdita avash po fillon të kthehet e drejtë në shenjën tuaj dhe do ju zëri përsëri ajo dëshira për të ndihmuar, për të suportuar të tjerët, por kuftoni ndonjëherë që mbase të s'ka nevojë tjetër për ndihmë. Më thënë, mundoni të kuptoni se kush ka nevojë dhe kush jo, dhe mos të ikin dëm. Sidoqë që është një dita e martë që mund të ofroni ndihmë dhe suport të tjerëve, dhe ekonomiko-financiar, dhe suport psikologjik, edhe mbështetje atje ku ka nevojë njerëzit në përgjithësi, por është edhe një ditë shumë e bukur që edhe ju të mund të pranoni mbështetje të tilla. Pra jo vetëm të jepni, por dhe të merrni. Në përgjithësi po favorizohet bamirësia, favorizohet ndihma, mbështetja, puna në komunitet, e me radhë. Por që jo vetëm të jepni dhe të merrni, këtu e kam fjalën. Me karar, me limit, si të thuash. Përsa i përket pastaj ditës së mërkur, dita e mërkur është dita ku favorizohen idetë e reja, nismat e reja, pikë së pari në mendjen tuaj. Pra duke qenë se vizionin e keni të qartë,
Duke qenë se ide të keni të qarta në lidhje me të ardhmen tuaj, mjafton të dini të komunikoni dhe në mënyrë të tillë dhe shumë mirë mund të arrihet një qëllim që kishit prej kohësh dori ta realizonit. Pra dilni me fitore, arrini të realizoni objektiva që keni, një mendimi juaj mund të zgjidhni një situatë ose të nxjerrni nga një situatë problematike e cilën ndodheshit deri më dje, pra gjeni zgjidhje në probleme, në situata dhe më në fund edhe lajmet favorizohen, këtu mund të keni lajme goxha të rëndësishme, por që puna krijuese favorizohet shumë, idet që keni ju çojnë drejt suksesit dhe zgjidhni çdo gjë në lidhje me situata problematike, dua të them, në bazë dialogu. Pra çdo gjë është e zgjidhshme dhe me sa duket arrini të komunikoni ide tuaj ashtu siç duhet edhe të merrni dhe rezultatet e shumë pritura. Gjithashtu është një ditë ku të vërtetat thuhen për ato çka janë dhe po mund të zbuloni dhe një të vërtet në lidhje me ju, me çështjet tuaja, me interesat tuaja që ju ndihmon pikërisht në atë moment që kishit edhe më tepër nevojë të shikoni gjërat siç janë dhe të kuptoni se si duhet domethënë të jenë. E mërkura kjo. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita ku dini shumë të trysnuar, të lodhur nga puna, nga përditshmëria, nga angazhimet tuaja, por prapë nuk duhet të dorëzoheni, duhet të vazhdoni punën siç e keni nisur, nuk ka rëndësi nëse gjithë bara ka rëmbi supet tuaja, sigurisht duhet të dini ta shpërndanit ngarkesën, po ju jeni persona që gjithmonë në sakrificë dhe në mundim, ama prap nuk do ju dali për keq. Do me thënë, po mësoni nga kjo situatë, po mësoni pikërisht që duhet ta ndani ngarkesën, ju çdo gjë ta merrni mbi supet tuaja, do ta kuptoni këtë gjë kur të arrini në limitet tuaja, pra po ndodh për një arsye gjithë kjo, po është një ditë e lodhshme, është një ditë me ngarkesë të madhe, është një ditë me detyrime të mëdha, por që edhe duhet të kuptoni se nuk është e nevojshme të merrni gjitha mbi shpatullat tuaja, edhe mund ta ndani punën, gjë që do filloni ta bëni, domethënë prej këtej e në vazhdim. Por sido që të jetë pavarësisht vështirësive, sikur se thash, dhe angazhimeve, ju prap do keni sukses. Prap kjo gjë do ju dali me sukses. Tani, përsa i përket ditës së premte, dita e premte është, çfarë të them tani, për gjithë juve që s'doni të japni sy, s'do japni sy to njerëz. Duhet të merrni vendime, por fatkeqësisht syt i keni të mbyllur dhe nuk po shikoni realitetin për atë çka realisht është. Këtu bëni punë me veten, përballeni me frikën tuaj, me pasigurinë tuaj, duhet të kuptoni se jeni ju ata të cilët po e limitoni veten. Jeni, më thënë, zgjedhja ka qenë gjithmonë aty, mundësit ka qenë gjithmonë aty, ju keni pas frikë një hapin dhe me sa duket akoma frikën e keni. Por, po ju jap vetëm një këshill, në qoftë se do keni besim tek vetja juaj, në qoftë se do arrini të kuptoni se gjithë pengesa është vetëm në mendjen tuaj dhe se thjesht duhet të hidhni hapin për të kuptuar se s'ka asgjë për të fiksuar dhe për të friksuar, atëherë çdo gjë ju del me sukses. Por sido që të jetë dita e premte, ju vendos para përgjegjësive, para një zgjedhjeje, e cila është totalisht e juaj, askush nuk mund të zgjedhë për ju, askush nuk mund t'ju orientojë drejt asaj që është zgjedhja më e mirë apo më e keqe, jeni ju ata që do të merrni vendimet. Të shohim. Përballuni me frikën dhe fitoni, kaq ditë ju them. Nuk ka mënyrë tjetër. Për të gjithë ju pastaj që me jeni përfshirë dhe në marrëdhënie të dy fishta, çfarë të them? A do merret vesh? Po sigurisht. Por a do i kushtoj? Sigurisht që po. A do të merret një vendim pastaj? Po. Do ta kishte marrë prej kohësh. Të shohim se do ju vej dhe nuk e di, të shohim se çfarë do vendosni. Përsa i përket pastaj ditës së shtunë, po strukturoni jetën tuaj, po ndërtoni mbi baza solide, ka dhe nga ata prej jush që kanë punuar siç duhet, mos sikur se thash, kanë investuar, janë përpjekur, janë munduar, e kanë parë realitetin, kanë bërë zgjedhje të duhura ku duhet i bënin, janë përballë me frikën e tyre, me hijet e tyre dhe po ecin përpara. Dhe po, vendimet që po merrni janë shumë të rëndësishme ditën e shtunë përsa i përket të ardhmes tuaj, një ardhme e cila po krijohet pikërisht tani dhe mund të jetë që nga një bashkëpunim i ri, që nga një karrierë e re, që nga një nismë e re, që nga një ide e re, nga një ëndër, nga nuk e di se çfarë, nga një marrëdhënie e re, diçka po nis dhe është e bukur dhe do ketë vazhdimsi dhe do ketë edhe sukses. Dhe përsa i përket ditës së diel, dilni argëtoni, ja keni për borxh vetes tuaj, është ditë festimi, është ish festimi dhe dal argëtojmë, shijoj jetën, bëj një pauzë nga përditshmëria, rutina dhe shijoj dhe pak. Kjo është ideja. Kështu mbyllet domethënë java me të festuar.